Unë jam që të gjitha këto pavionet të urgjencës të jenë të kontrolluara me kamera. Në mënyrë që dhe në retrospektiv gjithçka të jetë kontrolluar. Kjo ju thot mjekëve gatitu, kjo ju thot infermierëve gatitu, që ta dinë që janë në një kontroll, kjo i thot pacientit, familjarëve të pacientit, që gjithçka është në observim për gjithçka që ndodh, por edhe për makinat që vinë jashtë. Nuk mjafton vetëm pajisjet, janë dhe njerëzit, ku ne kemi njerëz të devotshëm, njerëz të aftë, njerëz të përgjegjshëm, por që ka nevojë dhe për mënyra organizimi të përshtatshme për të evituar të tilla gjëra të shëmtuara. Për shembull? Për shembull, unë nuk jam dakord që të thuash që çdo gjë funksionoi sahat dhe kjo ndodhi. Nuk mund ndodhi kështu. E para, një smur që nuk është në gjendje koshiencë. Është pa koshiencë. Si të paktën shikojmë nga video, pastaj takon organe përkatëse të verifikojnë qartësisht vërtetësinë, meqense u hodhën sot disa sinjale absolutisht. Por një smur që është pa koshiencë dhe vjen në urgjencë, nuk mund të qëndrojë pa një survejim të vazhdueshëm mjekësor, pa një monitorim të vazhdueshëm mjekësor, instrumental dhe human. Nuk mund të qëndrojë në një dhomë me njerëz të tjerë, kur të qëndrojë në një ambient të veçantë, dhe ajo qendri ka këto ambiente, i ka dhomat e observacionit, ka dhomat e terapisë intensive, ka dhomat e tjera të gjysmë terapisë intensive, me të gjitha pajisjet, me njerëzit që punojnë, dhe pra është e pafalshme që një smur e cila nuk ka koshiencë, ti ta lësh lihet vetëm. Ngjarje të karakterit po qëndroj tek video skandali, siç është quajtur në kuptimin e mirë të fjalës në zhargonin gazetar, është një ngjarje sigurisht e cila trondit edhe emocionalisht dhe në pikpamje të efektit social opinionin, dhe për mua, përpara se të flasim për tronditet e sistemit, duhet edhe nga një ngjarje e shkëputur, cila do qoftë ajo, duke qenë mirënjohës media se cila vën në dispozicion të opinionit gjithçka që është. Ndonse në fakt opinioni e kishte ndjekur atë edhe në rrjetet sociale, sa aty është publikuar fillimisht. Megjithatë, besoj që ata që frekuentojnë media vizive në Shqipëri janë shumë më të shumë se ata që ndjekin rrjetet sociale, dhe për këtë duhet bëjmë dakord. Dhe unë i referohem kësaj gjë, duhet këshyrur dhe konsideruar jo si tronditje e sistemit, por do parë e analizuar se ç'gjë duhet bërë më mirë në sistem dhe ç'mësime nxjerrën nga gjërat që duhet funksionojnë më mirë për çfarë i takon shëndetësisë. Pjesa që i takon shëndetësisë, meqense ngjarjet janë zhvilluar atje, analizoni, shikoni, ç'gjë duhet të jetë më mirë, ç'gjë duhet të ketë një vëzhgim shumë më të rreptë dhe më të fortë, ku disiplina organizative nuk funksionoi si duhet dhe duhet të funksiononte më mirë, ku duhet jemi shumë më të prerë, qoftë edhe me shoqëruesit, me familjarët dhe me ta, dhe të lëmë mjekët të punojnë si duhet, pa pasur bujurdinë e shoqëruesve të papërgjegjshëm, dhe këtu duhet marrë një masë fort. Pra, ishte një moment për ku secili ka vend të nxirrte mësimet e tij. Ky ishte zëri i 3 ish-ministrave të shëndetësisë, 2 prej të cilëve kanë qenë më datë 5 janar 2015 në studion e emisionit Njerëz në Fokus, flas për zotin Solis dhe zotin Shehu, ndërsa zoti Vastili është ftuar në rubrikën Opinion për gjatë edicioneve tona të lajmeve, është pyetur për ngjarjet politike, por është pyetur prej meje edhe për situatën në shëndetësinë. Mirëmbrëma, të nderuar shikues, faleminderit që edhe sonte jeni përpara ekranit për të ndjekur emisionin Njerëz në Fokus. Do të riflasim edhe sot për atë që është konsideruar dhe vazhdon të konsiderohet si shëndetësia e tronditur. Kemi patur shumë kërkesa nga ju për të ngritur një panel mjekësh e për të dëgjuar së bashku të gjithë ne zërin e tyre. Si është në fakt realiteti në shëndetësinë tonë, e thënë nga vetë bluzat e bardha. Kam kënaqësinë të kem në studio zotin Arjanit Kokobobo, zëvendës shefi onkologjisë në QSUT. Mirëmbrëma, mirë se erdhët në studio. Për kraj jush është zoti Tritan Kalu, mjek infeksionist pranë shërbimit infektiv në Qendrën Hospitalore Universitare Nën Tereza. Mirëmbrëma, mirë se erdhët.
Përballë jush është zoti Petrit Vargu, mjek në urgjencën e qendrës spitalore universitare Nën Tereza. Mirëmbrëma zoti Vargu, mirë se erdhët. Edhe e për kraj jush është zoti Gazmend Koduzi, ish drejtori i kujdesit parsor në ISKSH. Mirëmbrëma zoti Koduzi, do doja të informoj publikun se ju keni ushtruar më herët mjekun e familjes, apo jo, për gjatë viteve 1998 deri në vitin 2001, më korrigjoni nëse gaboj, më pas keni punuar me USAID-in deri në vitin 2007, gjithmonë me projekte që kanë patur në fokus mjekun e familjes, dhe nga 2007 deri në 2013 ju keni ushtruar detyrën e drejtorit kujdesit parsor në ISKSH. Atëherë, përpara se t'ju pyes juve se pse nuk jeni më në krye të kësaj detyre, do doja edhe njerë të risilja në vëmendje. Zoti Vargu, ju jeni mjek i urgjencës. Na thoni, ju lutem, çfarë ndodhi atë ditë me vajzën e cila u ngacmua seksualisht, duke qenë se jeni mjek urgjencë, besoj keni informacion më shumë se gjithë ne. Natyrisht, unë nuk është se më men ato sekuenca dhe s'kam qëroj atë natë, por u interesova dhe them se jam t'i thelbin e qeshjes, që përveç një momenti shumë të rëndë sociologjik, që të regon dhe më thënë që ka edhe të ri që sillen atë mënyrë e tjerë, të regon fare qartë që reforma në shëndetësi, pjesa urgjencë është totalisht e gabuar, është në shina të gabuara, dhe gjithçka që është bërë deri tashti është vetëm një fars dhe vetëm një reklam për treguar se në shëndetësi po ndodh diçka. Për shkak të kësaj situate ndodhi dhe ajo që ndodhi? Padyshim dhe më vjen të bëj edhe një provim të konsciencës time nëse mund të ketë edhe pacient tjerë që mund të jenë mjekuar keq përveç kësaj sekuence që është marrë në gjitha ato raste që na vijnë. Pse them unë këtë gjë? Po shikoni me vëmendje, pa u zgjatur shumë të bërë mërsisht për spektatorin, pacienti sapo ka ardhur ka marrë atë ndihmën e parë nga mjeku. Pra, ka një tub oksigjeni, jo maskë, si që thotë ministri. Dhe pritet që të vijë, sepse në 50 metra larg kemi mjekun toksikolog. Për të vënë terapia, e cila është vënë në doktoresh Irena, dhe është terapi shumë e saktë. Në këtë periudhë, sepse nuk ka flebo akoma ke krahët, tregon, në këtë periudhë ka ndodhur ato filmime. Por pse them është gabim i reformës në shëndetësi? Sepse vajza duhet ishte çuar në repartin e toksikologjisë dhe në urgjencën ku dërguar. Jo, sepse në urgjencën tonë është bërë një rrëmuj e madhe ku tashmë nuk sundon rregulli, nuk sundon masterplani i Bankës Botërore, i cili duhet ndigjet dhe është bibla ku ne duhet bëjmë të gjithë transferimet e pavioneve, por është një fush ku hudhin mbeturinat e tyre klanet të caktuara të cilat janë shumë të fuqishëm politikisht. Klanet profesorësh dhe doktorësh. Më saktë. Shumë e rëndë. Shumë e rëndë është vërtet shumë e rëndë. Pra ne dhe tash në momentin që ne flasim bashkë, çoni një kamer në urgjencë, ke 26 pacient me kartela 12 në cilat janë neurologjike dhe 14 të pathologjisë përgjithshme, të cilët presin në përstola dhe janë shtrirë në urgjencë dhe presin të shtrohen. Kemi disa filmime që na i ka sjell filmimet janë, unë po të them para se me ardhë shkova e preka vetë çështjen, ka 26 pacient që presin me kartela për të shtruar. Pra nuk është e vërtet kjo që thot ministri që gjendja ka ndryshuar. Tash leti shkojmë pak më në thelb sepse është thelbi i gjithë çështjes. Sot, në urgjencën tonë, vinë urgjencat e neurologjisë, të cilat nuk kanë asnjë lidhje me ne, dhe nuk janë as në masterplanin e Bankës Botërore, dhe shtrojnë aty ke ne. Po, si që ishte rasti vajzës? Si që ishte rasti vajzës gjithë se kanë ardhur dhe urgjencat e toksikologjisë. Dhe këto urgjenca... Edhe njerë, pra urgjenca e toksikologjisë gjendet brenda urgjencës... Tonë, dhe nuk shkon në repartin... Si quhet urgjenca juaj? Urgjenca polivalente e terapit. Dhe nuk shkon në toksikologji, ku është mjeku specialist dhe rrit gjithë natën aty për këtë punë. Nëse mjeku, ajo do të shkote në toksikologji dhe do të kurohesh aty, atëherë s'do të ndodhte asgjë, sepse s'kishe asnjë gap në kohë të cilët pacienti do të ishte vetëm. Ku infermieri do largohesh, po të largohesh ishte mjeku ke koka. Për të lajmëruar. Mjeku dhe infermieri u largua se kishte një mbipopullim, thoni ju. E para duhet rritesh mjeku i toksikolog, se si ishte aty rrin në ndërtesë tjetër. Po pse duhet rrin ndërtesë tjetër kur a jemi në spital terciar?
Atëherë gjithçka duhet bëhet ndryshe në spitalet primare që kemi në përgjithë rajonale që kemi në përgjithë Shqipërinë. Më dramatike është çështja në neurologji. Ju e dini, jam vetëm për urgjencën, më le të sqaroj edhe këtë sepse e kam amanet nga gjithë shokët, të cilët duhet ta them. Duhet marr nga një mendim nga profesorët, si u ndjet ju kur pat në media profesor Kokobobo atë pamje? Tani, të jemi sinqerë, unë nuk kam lidhje pune me urgjencën. Jo, nuk keni, po ju si u ndjet si mjek e kam fjallë. Dhe si mjek, kuptohet, pamja ishte e rëndë. Ishte e pa denjë për një shoqëri që pretendon të hy sot në Europë, ose nesër. Do me thënë, këto janë probleme sociale. është ashtu si që ta doktor Titi, që këtu aty hynë i keqi dhe i miri bashk, i riu, i papjekuri, i piri, i papiri, dhe nga këta njerës, pikërisht se s'ka kontrol, kush hynë dhe kush duhet asistoj përveç mjek pranë të smurit X ose Y, prandaj ka ndodhur dhe gjëra më të rënda se kaq, të cilat nuk janë pasqyruar ndonjëherë nëpër kamera. Ishte një ngjarje e rëndë, por për mendimin tim që të jemi sinqert deri në fund, pavarësisht se ne bëjmë sigur çuditemi, dhe çfarë po shohim, si ishte një ngjarje e jashtëzakonshme. Ajo përveç pjesës së nxjerrjes së intimeve të asaj çupës, asaj çkaj dhe gjinaf, ajo s'kishte në çudi. Në urgjencat tona, në shërbimet tona ka ndodhur lloj çudiresh. Për shembull? Nga më të ndryshmet se nuk jam unë, nuk punoj aty dhe nuk kam të drejtë të dëshmoj për gjëra të tilla. Jo nga mjekët, sigurisht. Me qartë. Jo nga mjekët. Kështu, në një shërbim i cili për kaq vite, kur e kam dëgjuar për herë të parë, rrit te koka, sekseri ose vetë përfaqësuesi i firmës që vjen për të pritur kur do vdesi, që të filloj procedurën e varrimit për fituar ca para, ajo e asaj vajzës është lule, mendoj unë, sepse ishte një qenie gjallë që i bën një vepër të turpsh me ca legendë të vegjël. Edhe sekseri, po ai sekseri doli sot emri sekseri. Di unë 15 vjetë, 20 vjetë që rinë sekserët aty, në të gjitha shërbimet e urgjencave dhe reanimacioneve të gjithë spitaleve. Rri sekseri për të pritur dhe për të mos thënë atë tjetër, hiqe dhe tubin. Se edhe kjo, jo tash nuk di se shndodh, por dikur ka ndodhur. E të mërshme. Kjo, këto janë. Krahasoni këtë tani me atë që pam, me atë vajzën e shkretë. Një moment, zoti Kalo, ju si mendoni, si unë djetë ju si mjek kur pata të pamje? Si mjek e si prind unë djeva keq. Unë djeva keq për shumë arsye sepse dhe unë e babaj 3 vajzave dhe nuk do doja kur që në atë pozicion të ishe një për vajzave të mirë. Problemi që ndronë që në aspekt në asaj që ndolli janë 3 faktorë ndërthurur bashkë. Në edukimin e fëmijëve të sotëm, të rinjve të sotëm, merr pjesë familja, merr pjesë shkolla dhe shoqëria. Të tre këto faktorë, të cilët formatojnë bazën e edukimit të fëmijëve të brezit sotëm dhe të ardhshëm, janë pak të smur. Kur them pak është për t'i përkëdhelur pak të smur. Pra çalojnë të 3 faktorët dhe përplasmi me keq formimi, keq edukimin e këtyre fëmijëve, mjediset mjekësore, mjediset spitalore, të këtyre fëmijëve që ishin shok shkolle, pra që i përkasin njëtit brez, njëtit edukim, që janë moshatarë që mund të jenë dhe familje të cilat njohin njëri tjetrin, por është problemi edhe më e rëndësishëm edukimi që kanë marrë. As nga shkolla si duhet, as nga familja si duhet. Po kjo është një tjetër pjesë. As nga shoqëria jo. Pjesa e sistemit tonë shëndetësor si e lejoj të ndodhte diçka tjetër. Se këtu ngrihet mjekësia në këtë rast bëhet viktim e këtij keq formimi, keq edukimi për një sjellje e cila është anormale. Kur them anormale, është plotësisht anormale. Por mjeku nuk mundet të gjëmoj të çdo të smur i cili vjen urgjencë për të parë atë që quhet i afërm, sepse shumica e këtyre njerëzve prezantohen si të afërm të smurve dhe ne i lejojmë me mirëbesim për të qëndruar te koka e smurve ashtu të sekondë dhe këshillohet dhe nuk e dim që janë abuzues. Lejohet vetëm një afërm me sa ka mundjeni. Përgjithsisht ne e kemi vënë rregullin prekosh se përgjithsisht nuk le. Plus ne kemi një favor në krahasim me urgjencën polivalente, sepse kemi një mjedis të vogël dhe mjeku nga tavolina ti kontrollon gjithë shtretin. Ndërsa urgjenca polivalente është mjedis shumë i madh dhe mund të ketë skuta qoshe që i largohen vëmendjes mjekut dhe infermierit, por kjo s'do të thotë se i bën ato përgjegjës kryesore.
E qartë. Zoti Koduzi, ju, një mendim për atë që u pa nga gjithë opinioni? Unë jam dakord me kolegët parafolës që thanë përveç dimensionit social të të rinjve, përveç dimensionit problemeve të sigurisë në ambjente, por të shikoj edhe një këndvështrim tjetër. Do si në mendet kolegëve dhe të publikut, gjetjet e një studimit fundit të bërë në rajon, ku dhe Shqipëria është pjesë e këtij studimi, ku ne kemi shpërndarë një deklarat për shtyp për arsyet pse emigrojnë personel shëndetësor. Dhe ishte tronditse për mua si mjek të dëgjoja kolegët që thoshin që ne ndjehemi të kërcënuar dhe të dhunuar në vendin e punës, sidomos verbalisht dhe fizikisht nga pacientët dhe personat që kanë për detyrë që të na mbrojnë nuk na mbrojnë. Ne dhunohemi edhe në intimitetin tonë sepse filmohemi, dhe duke patur gjithë të ambient të frustruar, ne bëjmë aq sa minimalen e mundshme që mos të bijem në gabime ligjore ndaj pacientit. Nuk bëjmë më shumë, nuk jemi të motivuar të bëjmë më shumë. Dhe unë këtu shoh pikën e dobët, përveç asaj që kolegët atje kanë dhënë, e tha dhe doktore që kanë dhënë ndihmë gjithë me radhë, por kanë bërë aq sa kanë dashur, jo sa kanë dashur është pas e nevojshme dhe nuk e kanë ndjekur më tutje, që duhet të ishte domosdoshmë të rrinin kokët gjithë me radhë, çfarë ka. Pra, shoh demotivim të personelit shëndetësor. Ky është një nga pikat e saj. Domethënë jo se kanë bërë gabime, kanë bërë atë që duhet, por nuk është gabim, sepse neve do japim ndihmën e parë dhe kemi taksative që do të thrasim mjekun specialist toksikolog. Dhe kjo është ajo që në këtë rast shembulli është shumë i lehtë dhe nuk ka pasoja në jetën e njeriut, por është shumë i rëndë sociologjik, sepse është larguar me përgatit mjekimin që tjetë ato... Dhe i ka përfituar dhe ka bërë. Dhe me thrit mjekun. Po pse duhet të jetë urgjenca e toksikologjisë këne dhe mos jetë 50 metra mane ku është gjithë struktura? Po marrë shembull shumë më të rëndë se sa kjo e para. Përse neurologjia duhet cilë urgjencën këne? Dhe të ashti që ikën do t'i largohet, pacientët e neurologjisë me hemoragji cerebrale, me insult cerebral, do të hedhin 150 metra në shi, në të ftofët, në qërë, por të ushtruar në neurologji. Pse? Sepse dun baronët e mjekësisë që të heqin të gjithë stresin edhe gjithë vështirësitë e punës në pavionin tyre, po a e dini se sot në QSUT, në neurologji, të gjitha konsultat bëhet në i mjek specializant? Dhe në orën 12 se atere do aji, sepse nuk kemi forcë, kemi ngrit gjatë orë këtë drejtoresha dhe nuk kemi forcë. Pra ne, jo si spital terciar nuk silemi dot, por nuk silemi dot si spital rajonal, se dhe ke spitali rajonal e pret mjeku dhe thret neurologun. Kurse ne e presim, nuk thrasim do të mjekun, por do vi specializanti dhe kyna e ka vënd taksative, në gjosë më ka përgjërsi penale, po të gjenja, jo? është 100% këshu si të ashtu, dhe ky do të vit në ka vënd të shi unë vi vetëm në orat 12. A ka urgjenca me orar? Sepse nuk do. Bëm një mbledhje, organizu me shumë... E ngritët këtë problem në drejtoria? Dhe qëfar ndodhi? Erdi doktore Shjera, që është shefe, ne ishim të gjithë në ora 10 mjekët, ka qenë data 18 dhjetor, nuk do të hynë në retroshena, dhe erdi dhe Jera ikën në 11 pa i qerek, 3 qerekore pritit drejtoreshët, dhe në momentin që ikën Jera, vjen profesor Jera, më falë, sepse ka qenë dhe profesor Jesha ime për se imi miqë, vjen drejtoresha spitalit 11 pa qerek. Pra mbledhja nuk organizuat dot. është e rënd, po është e vërtet. Atëhere do t'i them doktor, më falë, ministër Beqes, që proklamoj që kanë mërë masa në qershor dhe ai shikon se na imazhet e filmimit që kjo ka ndodhur përpara se me marr masa në qershor, të cilët i ka thënë kohët e fundit, një më tepër se domethënë pak ditë përpara. E para, ai nuk ka marrë asnjë masë për mbarvajtjen e punës. Siç thash sot ka 26 veta me kartela që presin. Sepse do ndryshim strukturor, duhet një urgjencë policentrike në QSUT, se ashtu se ato kanë urgjencën e vetë, ashtu neurologjia ta ketë atje in loco urgjencën e vetë, dhe ne dhe kirurgjia, si që ka thonë Banka Botërore, duhet jemi bashkë, dhe gjithë jatë jenë vend, në kohë që të ketë një shef i cili organizot gjitha, dhe të gjithë personeli urgjencës të varet në shefi urgjencës që është mrena këtij spitali, po këtë ka guroja të bëjnë ato. Sepse shefi kardiologjisë ka heq mjekët kardiolog që të vinë në urgjenca. Dhe sa herë ngrejmë ne dhe përsëri nuk vinë ato, sepse duhet punojnë mazdite në për klinika private. Dhe Zoti Beqja thot, unë jam i sigurt, sepse ka ndodhë mas reformës që ne pra para qershorit. E dini ku që është reforma, se thot edhe vetë në aty. Thot, kemi vënë një recepcion, një derë, disa karrike dhe nuk e di diçka tjetër, të gjitha kanë qenë.
Kanë qenë. Por, do të shohim më falë se më tepër si insert se si është situata, ajo që ta shohim dhe publiku. Dakor, dhe ju them edhe një gjë. Ato e dallojnë vetëm në gjë që ka ndodhur para qershorit. Sepse nga që është fluks dhe njerëzit u diskredituan duke nejtë në për tavolinë dhe u diskredituan drejtuesit më tepër se njerëzit, u bën 4 dhoma, i bën si biçim boksesh. Dhe kjo goca ka qenë ke boksi 4. Boksi 5. Ma e para bëjmë EKG neve, nuk është se është boks tamam që ne shtrojmë. Lëvizim pacientët se përdorim për me bëj EKG. Po nëse do të marrim edhe atë është boksi 5. Po që marrim pacient stacionar është boksi 4. E para. Dhe ato e dinë se bokset s'ka qenë para qershorit. Po për me mërë gjurën, kanë bërë ato boks, do më thënë, një hekur me i perde, kjo është boksi. Dhe pranaj thëjnë është para reformës tonë. Po nuk është reformë kjo që do me bërë të zoti Beqja, që në kësirë këto fleta, gjoja se kjo është triazhimi. Triazhimi në botë, çfarë do të thotë, se nuk e kuptojnë të triazhimi do të thënë ndarja e urgjencave. Si maslojt. Nuk bëhet do të ndarja e urgjencave si maslojt zoti Beqja vetëm me këtë fletë. Dhe ato psikologët e shkreta që i vjeni ke bot daktilografiste në QSUT, ato lera hatë bëjnë zanatin e vetë se nuk janë për këtë punë. Sot triazhimi në botë, unë nuk do t'a them, por në qofë se do unë tëftoj për ballafaqim për para televizione ose ku dushti, dhe ta mësojnë se si bëhet triazhimi. Vetëm me këndar ju keni marrë këtë fletë dhe keni kopju, po përveç kësaj mungos struktura kryesore për me bot triazhimin, të cilët nuk ju në e boni. Dhe ne ato çketat janë bo vetëm shkruese letrash, dhe ne çketat jemi bo vetëm firmosi këtyre letrave. Po triazhimi është një koncept modern, që këto as nuk e kanë kuptu dhe kanë marrë vetëm në një spital o në 10 spitale letrat e triazhimit dhe thonë kjo është reforma që kemi bërë në QSUT. Po kjo triazhim. Shojmë njerë insertin edhe vazhdojmë dhe flasim. Para insertit, zoti Koduzi, ju pse nuk jeni më në krye të kujdesit parsor në ISKSH? Ishte pjesë, ashtu si shohoqen edhe me mire të tjerë, jeni larguar nga detyra? Më hoqen nga detyra, edhe unë e gjeta drejtësim pranë... Kush ju larguar nga detyra? Drejtori i ri i ISKSH-s që erdhi në atë kohë zoti Beci. Cili ishte motivacioni? Motivacioni pa motivacion. Ju keni zhvilluar një seancë gjyqësore, disa seanca gjyqësore? Jo, unë e kam mbyll procesin komplet me institucion, pa diskutim që nga fituar. Po, se po më thot regjia atër, shkojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi, ndjekim një insert përgatitur nga kolegja ime Ola Mitre, shojmë se cili është realiteti në spitalet tona, pastaj do të kemi mundësi të shojmë situatën sot në urgjencën e QSUT-s, janë disa filmime që janë kryer nga një qytetar, i cili sot ka patur një të afërmin e vet në këtë urgjencë. Vetëm pas pak, qëndroni me ne. Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë, po flasim për shëndetësinë e tronditur. Në faqen e emisionit Njerëz në Fokus, një qytetar ka postuar një njoftim që nëse regjia ka gati do doja ta shikonte edhe publiku në këto momente. Ai na sugjeron që ne të diskutojmë edhe për këtë njoftim që ai ka publikuar. Qytetar thot, në rast të fatkeqësive në familje, me rast të vdekje apo dhe në rast të urgjencave madhore që kërkojnë asistencën e mjekut të familjes, jeni të lutur që për transportin e mjekut pranë familjes tuaj të garantoni mjetin nga ana juaj, sepse qendra shëndetësore e Kuçovës nuk disponon mjet për lëvizjen e personelit apo edhe për vetë të sëmurit. Qendra shëndetësore Kuçovë është ky njoftimi që gjendet me sa duket në qendrën shëndetësore të Kuçovës. Ne do të kemi mundësi ta diskutojmë. Ndërkohë tani shohim së bashku, ndjekim së bashku insertin e përgatitur nga kolegja Ola Mitre, flet për realitetin në spitalet tona. Shërbim shëndetësor falas. Ky ishte një prej premtimeve më të rëndësishme të Partisë Socialiste gjatë fushatës elektorale, por edhe nga më të debatuarit pas ardhjes së saj në pushtet. Pas një viti e gjysmë qeverisje, shpresa që ai të përmbushet zbehen dita ditës, ndërkohë që edhe vetë ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj ka deklaruar se do të duhet shumë punë për të arritur. Nga ana tjetër, spitalet vazhdojnë të vuajnë mungesën e ilaçeve apo ekzaminimeve, çka të bën të dyshosh për përmbushjen e këtij premtimi. Ka shumë mungesa. Ka mungesa vitaminesh, ka mungesa dege, aparatet e tensionit, që s'kemi aparatet e tensionit morën me vetë nga shtëpia që i bim aty. Edhe këto të tjera që janë... I blini vetë?
Ma hiç fara si nga posë s'kemi mundësi as me i blej. Ka herë i blejmë, ka herë si blejmë. Ka ndonjë ndryshim nga një vit më parë për shembull? Ka rregull ka. Çik më tepër, pak. Ka çik disiplinë tek salla dializës më shumë. Po prap ka probleme se ka smum që nuk e mand dot veten atje mrena, nuk e mand dot gjakun me dorë vet atje, nuk është në gjendje. Edhe nuk i lojnë familjarët me momentet e fundit me i majtë dorën ose me i marrë shumë. Ka pasa raste që ka plasë të gjakë të mërë. Po infermiera nuk ka? Ka infermiera, ka për infermiera, 2 veta janë ato që të bëjnë përpara, 2 infermiera. Po ilaçe ka patur gjitha spitali apo keni bler vetë? Ilaçet gati këti kam ble vetë. Po pak për më kanë dhanë, të është nuk e di se kam bërë për mushtru për apse s'jam mirë të shojmë, që më thonë. Ju kujtohet çfarë ilaçesh keni bler vetë? Ku i mojnë me në pi 5-16 kokra në ditë. Ilaçet i blem jashtë. Ju që gjithë s'kemi që deri tash, deri në këto pikë, deri në këto momente i po flasim, ilaçet blen jashtë. Të gjitha ilaçet? Unë për vetën time flas për atë pacient, për atë që përgjigjem, i kam bler jashtë. Me përjashtim të sorumeve, kujdesi është mirë, të pyesin të bëjnë, po kur vjen puna për ilaçet, jashtë i blem. Të gjitha? Sa ju kushtojnë ilaçet? Për atë që kam blerun, albumin uman, janë bler të gjitha jashtë, më ka kushtuar të paktën deri në këto momente, po flas tek kafërsisht e 2 milion lekë. Disi. Pse disi? Po pse disi? Se nuk i ka gjithë spitalet, do t'i blenë vetë, për shembull. Ja më ilaçet, hekrat e këto gjana, për shembull. Nuk i ka gjithë, ato që i ka spitali i ka, ato që si ka. Sa ju kushtojnë ato që bleni vetë? Po ato në kushtojnë, për shembull, hekrat 700-800 euro, kështu, me euro bëhet llafi. Me shërbimin shëndetësor, jeni i kënaqur? Deri diku mirë. Ilaçe keni bler vetë apo i ka të gjitha spitali? Jo, ilaçet të shumta i marrim jashtë. I merrni jashtë? Po. Për shembull, çfarë merrni jashtë? Nëse ju kujtohet? Ato që thot doktori, që si kemi mirë jashtë. Janë ilaçe të kushtueshme? Shumë. Rama thot banja në çdo gjë pa parë. Lirë për shëndeti, kush ka mundësi e merr baguj jetën e sugrimet. Ne s'kemi mundësi allergji. I me vim këtu në gjitha me rregull në këshati me gjitha, mbajmë në lidhë, thot i kemi meri ke privatet. I kemi filon ilaçet. I me kemi fuqinë e motë. Pse ju dërguan në spital privat? Çfarë ju tha? Nuk bëhen analizat në shtëpi? Po. Çfarë analizash keni? Ose di të analizat e kryesore që janë atë, thotë i bëni ke privati. Ne ti ke privat, detyrohem ku të gjejmë. Thot falës, po me hallëgjemi, fshataremi, pa punësia. Smollikët sa mikra. Ku të shkojmë? Ne marrim helikopterin, marrim nga bora. Si të mos mjaftoj mungesa e ilaçeve, në ditët më të ftohta të vitit, Spitali Universitar i Traumës nuk mund të mundësoj ngrohjen gjatë 24 orëve në përdhomat e pacientëve. Përballë kësaj situate, familjarët kanë gjetur zgjidhje me ngrohës personal, të sjell nga shtëpitë. Ju jeni pacient? Po, pacient. Dhe ngrohje nuk kishte? Nuk kishte. Kishte ftohtë blona? Nuk ftohtë, shumë ftohtë, as stol, as një gjë. Ka pas ftohtë aty, po ne kemi pas rezistencën. Që keni si nga shtëpia? E blem neve dhe e sollëm aty. Qa sollëm nga shtëpia, po e blem. Se kishte ftohtë goca, s'kishte ngrosë aty, pa një pasaj s'ka gjë mu. Ndodhem në një nga dhomat e Spitalit Universitar të Traumës. Ashtu siç mund të dallohet edhe nga pamjet, familjarët e pacientëve janë detyruar të marrin nga shtëpitë reflektor për të ngrohur ambientet të cilat për momentin nuk kanë ngrohje. Drejtoria spitalore i tha News 24 se ngrohja 24 orëshe mundësohet vetëm për sallat e operacionit dhe reanimacionin, ndërsa për dhomat e pacientëve nuk ka fonde të mjaftueshme për ta garantuar të plot këtë shërbim. Ndërkaq, një tjetër problem i shëndetësisë janë edhe mbetjet spitalore. Sipas raportit tregues të vlerësimit mbi menaxhimin e mbetjeve spitalore, të realizuar nga Rjeti i Vigjilencës Mjedisore një sy për mjedisin, që News 24 e disponon, nga 78 subjekte prodhuese të mbetjeve spitalore, 64% e tyre zgjedhin mënyra jashtë detyrimeve ligjore për administrimin, si kundër janë hedhja në koshat publik të mbeturinave, djegja apo groposja. Nga ana tjetër, një raport i Avokatit të Popullit i muajit dhjetor theksonte se në disa qendra shëndetësore nuk ka furnizim të rregullt me ujë dhe energji elektrike, ndërsa në shumë prej tyre ka mungesa në pajisje laboratorike. E në kushtet kur spitalet kanë ende mungesa ilaçesh, shumë qendra shëndetësore kanë mungesë ujë, energjie e laboratorësh, ndërsa Spitali i Traumës nuk arrin dot të garantojë ngrohjen totale të ambienteve gjatë dimrit. Pyetja që ngrihet është: sa larg është shëndetësia falas?
Ky është realiteti, i përcjell nga vetë ata që e vuajnë këtë në spitalet tona, e përcjell përmes këtij inserti përgatitur nga kolegja Ola Mitre. Në fakt, bluzat e bardha nuk kanë heshtur, të shumta kanë qenë reagimet e tyre edhe nëpër rrjetet sociale. Një të tillë për shembull unë kam në dorë, sepse është diskutuar gjatë për atë që është shkruar nga mjekja në maternitetin Koço Glozheni, zonja Anika Dokle, dhe është kritikuar pastaj edhe nga Ministri i Shëndetësisë. Një postim i saj në Facebook i bërë më datë 6 janar në orën 21:26 minuta me titullin Fushata antikorrupsion në shëndetësi. Ajo thot: "Zotërinë të kollarisur dhe të parfurmosur dhe zonja të veshura në Prada, me lista emërore mjekësh në dorë, bëjnë kontrollin e prezencës në spitalet terciare. Nuk duan t'ja din çfarë nuk shkon me shërbimin spitalor, nuk ka aparatura që të mbulojë nevojat e spitalit, nuk ka material laboratorik të nevojshëm për të bërë diagnozë të denjë për një spital terciar, nuk ka ilaçe, as nga ato që përfshihen në protokollet e trajtimit, nuk ka personel të mesëm." Vazhdon emërimi ndërkohë i mjekëve të rinj pa kriter. "Nuk zbatohet sistemi i referimit, radhë të gjata të papërballueshme, nuk ka ngrohje në dimër dhe ftohje në verë, e të tjera si këto. Asnjë vlerësim të treguesve të performancës së mjekëve, vetëm prezenca, plot mjek që të lloviten 8 orë nëpër spital." Dhe qershia mbi tort, Kosta Barjaba në krye të kësaj fushate. Duart lart. Kështu përfundon ky postim i mjekes në maternitetin Koço Glozheni, Anika Dokle. Si është ndërkohë situata sot në urgjencën e qendrës spitalore universitare Nën Tereza? Ju thash edhe pak më herët, në studiot e emisionit ton kam bëritur një xhirim. Sigurisht një xhirim amator, i kryer jo nga kamera News 24, po nga celulari një zotërie i cili sot ka patur një të afërmin e vet në këtë urgjencë. Shikojini këto pamje dhe rikthehemi komentojmë me mjekët në studio. Hadi. Calma. Kjo ishte situata në orët e paradites, e pat dhe vetë mbi popullim njerëz që merrnin trajtim mjekësor serum edhe mbi tavolin, imagjinoni. Ju thatë, zoti Vargu, se e njëta situatë është edhe ka qenë edhe në orët e pasdites. Edhe para së bardh kalova në urgjenca dhe situata është akoma më e rëndë. Ka 26 vete që presin shtrojnë në spital. Dhe kjo nuk vjen as Nuk ka vende për shtrim? Nuk ka vende për shtrim. Nuk ka vende për shtrim, e para dhe dyta është gjithë organizimin që ndodh aty në fjalë. Sepse ato veta që pat, ajo nuk është pavion, është sallon. Ajo që pat që shtrohen sallon është ne quajmë urgjenca neurologjisë.
sepse Banka Botërore, kur ka bërë këtë strukturë në urgjencës, nuk ka planifiku të cilë urgjencat e neurologjikëne. Kështu ato gjenë pa vend. E para. E dyta, unë nuk arrit do të, sinqerisht, nuk arrit do të kuptoj, mundohem të kuptoj ministrin tim, por nuk arrit do të kuptoj kur ai thot i qaj hallin mjekve, ku na 50.000 raste urgjencash një vit më përpara, bën 65.000 në vitin e fundit. Kjo është mëshirë kristiane. Unë mendoj që ministri ka të gjithë mekanizmën dorë që të normalizoj dhe të jemi të kënaqur. Ne nuk kemi nevojë të nëmroj ministri përpara tjerëve, sepse ne nuk kemi akuzë. Këtë çështje. Akuza është për reformën e gabuar të shëndetësisë. Pra ministri mos ta përdori ne për me mbrojt veten e vet dhe të na shpalli si heroj. Në qoftë se ishte kaq që na kishte për zemër, të paktën 1.000 lekë shpërblim të vjetra të jepte në fund vitit. Apo ka shku paret për koncesione, s'ka asgjë për shpërblim për mjekët dhe infermierët e QSUT-s. Me qenë se ministri është kaq i prekur dhe na qunë kaq heroj, kur bëri në urgjencën tonë, solli 10 deputet dhe 20 televizion, për me shpallur urgjencën mbarkombëtare e hudhi si... Po, ju ishit aty, apo jo? Absolutisht jo, as unë as shokët e mi, sepse kur mora me hyrë si pari, drejtoresha bashkë me njëri tjetër, më tha njeriu tjetër, po drejtoresha qeshte, tha, Petrit largohuni se nuk je pal interesi. Nuk je pal interesi? Interesi, pra, nuk je ke grupi interesave. Unë dhe shokët e mi, që ka dhe 30 vjetë që mërë, ne nuk ishim. Në i kohë që një aktore... Kush ishte i pranishëm? Nuk e di, ishin shumë... Kure tha këtë, ishim gjithë. Ishin të gjithë. Por, pasaj erdhën deputet dhe në tha, na vje keq, na vje zor që ne t'jemi aty mrena për para televizionet dhe ju gjithë mjek të urgjencës të rini jashtë. Gjithë rishim jashtë, po të them deputet, kurse njëra në ato tha, nuk, po, kemi qenë të gjithë, kemi qenë 6 mjek, nuk do ministri tha që ju të futenin brenda, tha, të diskutohet për urgjencën. Okej, do të rikthehemi të flasim, se ishin edhe ca karike, po ato karike çfarë ishin, zoti Vargu? Ajo është vazo mbi to, të ngulura në mur. Është kultura e pabit. Në kat dytë kanë vënë ca karike me kaktus. Brenda ato? Jo, janë jashtë, po tregojnë gjëja hi. Mund duket në dojë sigur janë që ajo Matrixi, ke Matrixi kanë varë ca karrike, është një disko që shkojnë e herë u shofrimin, se si kërcen. Aty vajnë makina, karrike, jo më nuk është reklamë, se djesh. Zoti Koko Bobo, ju jeni dakord me çka tha zoti Vargu, çfarë nuk shkon gjykimin tuaj në sistemin ton shëndetësor? Kush janë problemet që ju si mjek ju shqetësojnë? E duhen zgjidhur, duhen marrë masa, nuk e di. Nuk mund të marrë përsipër të flasë për urgjencë, thash dhe që parë, sepse nuk jam aty. Probleme ndjejmë dhe ne, edhe ne ndjejmë, sepse diskutojmë me kolegët tanë, në ankohen shumë, por drejt për drejt, në mënyrë specifike për urgjencën së mund të flasë. Por mund të flasë për një pjesë tjetër shumë të ndjeshme, si që është çështja e kancerit, ku punoj unë, onkologjia. Në atë institucion, gjendja është pusë e rëndë. Jo e rëndë, po pusë e rëndë. Pse? Shteti shqiptar se ka vu kur ujtë nëzjerë për të nëzjerë lekë speciale. Se urgjenca ka Tirana, po ka dhe Fieri, ka dhe Durrësi, kanë të gjithë. Ajo është ajo që të mban gjallë. Mirë, po ka dhe mjekimet tjera, ka dhe specialitetet tjera, të cilat ka një specifik kur vjen puna për ti mirë mbajtur, ose për ti upgrade, për ti përmirësuar. Një ndërto është dhe onkologjia shqiptare, i vetmi institucion që ka të kësaj natyre Shqipëria, Tirana. Legu që jepet nga shteti është minimal. Menaxhimi që është për e partin e onkologjisë. Shifra, sepse nuk i dim, gënjej, por ajo që ka flitet në vjetë përgjithshme është që ne kemi $250 për person, ose per capita. Në vit, në një kohë që mesatarja europiane është një 800 mesatarja e vëndeve shumë në nivel të ullit. Nuk po flasim për maksimalit. Angli, Francë, Itali, etj. Tani, në onkologji përveç mungesës së lekut të hedhur nga buxheti i shtetit, që le ta gjejnë fajin kush e ka, le të gjejnë parat ku të duan, përderisa thonë kemi shërbim antikanceros, ai shërbim antikanceros do të jetë në nivelin mesatar të detyrueshëm dhe të domosdoshëm. Mos të më vi mua turp kur shkoj jashtë në një konferencë ndërkombëtare dhe mas i njihem me kolegun, flas për sëmundjen bukur fare, flas për të rejat e shkencës dhe pa dashje kur pyet me çfarë punon doktor,
bëj si kur s'dëgjoj për kur pyet herë në dytë i them punoj me Kobalt, dhe i s'më flet më. Shqipëria është i vetmi vend i Europës, i Azis, i pjesët të madhe të Azis, dhe të Amerikës, që dhe sot e kësaj dite që po flasim, punon me Kobalt. Aparati i famshëm i Kobaltit. Aktualisht, më në fund, që nga qeveria paraardhëse, është marrë një kredi austriake, po vjen do instalohet së afërmi një akselerator linear, goxhej mirë, Elekta, por një. Më vonë dhe jetë dhe i dyti. Po gjithë këto vite, po gjithë ata mjeran, kam shumë vite që e dëgjoj. Gjithë ata mjeran që janë keq trajtuar me Kobalt, që s'ka mundësi t'i ikin jashtë. Kush i ka mbajtur të përgjegjësi? Askush. Përveç pjesës që kjo ka të bëjë drejt për drejt me lekun. Neve kemi ngritur disa herë, po deri këtu kemi fuqi. Është pjesa menaxheriale e institucionit. Personi që ka 15 vjet është totalisht i paaft, është i paaft kongenital. Nuk duhet t'je vë emrin, por ata që i kanë vënë para këtyre që janë sot, është i paaft kongenital, i vënë nga fatos nanua. Një person i cili i ra politika në dorë, tërësisht i papërgjegjshëm dhe të paktën në drejtim të kuadrit ka qenë masakrus. Sot ky udhëheq onkologjinë. Me mesatare 7.2 e ka. Shko shikoja letrat që ka në kuadrë, e ka 9.2. Po ja do bëhet testimi besoj edhe. Jo, s'është testimi. Për këtë çështje do të flasim edhe këtë mbrëmje. Zonja, se ka shumë reagime në problemi është se kanë falsifikuar notat e fakultetit. Në vitet e mos ekzistencës shtetit, 91-92, ose 97-96, kanë hapur dhe janë hedhur një shishe e tërë boje mbi fletën e regjistrit të Amzës, ku janë notat e mia dhe të zotnizet ati dhe të ati. Është grisu fletës si e papërdorshme dhe është ribër nota që ky njeri të mund të futet, më në fund bëhet dhe pedagog për që në shef sot. Dhe si mund të presun që ky njeri të rekrutoj mjek të ri me rezultatet mirë në shkollë, kanë ardhur mjek me shtata, kanë ardhur mjek të mirë, ka dhe mjek të mirë. Po një pjesë e tyre janë me shtata, kanë bërë dhe mastera në për Spanja, më the të thash, dhe janë kur thret qameti një pjesë. Këta njerëz drejtojnë praktikisht sot dhe mjekojnë të smurët me kancer. Përveç asaj të keqes madhe që vjen nga shteti, i cili nuk ka para. U hap bunkeri i famshëm, po hapet, po mbaron bunkeri i akseleratorit se zoti Vargu e di mirë. Si mund të hapësh në mes të oborit të një mega spitali, polispecialitet, të ndërtosh bunkerin e spitalit. Në të gjitha standardet e agjensisë atomike dhe agjensive të tjera të mbrojtjes nga rrezatimi thohet, bëhet në pjesën më ekstreme të spitalit. E ka ndërtuar mund mes, pse se kështu donë të shefi. Ja bëra të ditur, këtyre që janë sot, në kryet të shëndetësisë shqiptare, me rrugë private, që është doja të dilja në për televizor, në për gazeta, se thash, bën vakis se dinë. Nuk e morën në konsiderat fare. Këtu problemi është të shefi, po të largohet shefi, rregullohet situata? Jo, nuk, atë e din ata. Okej, ilaçe kanë në onkologjik? Është kolosale atje. Nuk është problemi se po ndërtojmë një kolibe. Zoti Koko Bobo, ilaçe kanë në onkologjik? Absolutisht s'ka. Nuk ka? Jo më larg se sot, një smurim, e dija që do vija në emision, ore thash, mos është rregulluar në gjë, hajde këtu i thash zotin, ç'kemi mirë. I more, filloi kimioterapia, do filloi tha nesër. Ilaçet i thash, si do i bësh? Do t'i blej tha doktor. Sa kushtojnë 35.000 lekë tha. Një flakon. Futa të smurin sot për t'i bërë skaner. Bëjmë skaner, simulimin. S'ka kontrast. S'ka kontrast. Mirë që s'ka shiring automatike. Që është një skandal i vërtet. Pa vjen infermierja në një punë në katin e parë, është një infermierja e caktuar, e cila u çaplye, ajo s'di ç'të bëj përpara. Një goxha vajzë vjen me vrap, nën stres, ja bën atje po duhet edhe të rije ajo aty. Ai shkon e blen atë kontrast. 27.000 lekë. Si ka mundësi? E ble vetë që të bëj skanerin. E blen. Skanerin e bëjmë ne. E bën aparati shtetit. Por nuk mund të ketë skaner pa kontrast në botën që jetojmë.
Skaner pa kontrast nuk ekziston. Kontrasti evidenton masë. Kontrasti është një lëndë kontraste që futet, që dallon indet nga indet, masën tumorale nga masa nga zona jo tumorale, futet në vend, qarkullon në trup dhe përthithet në intensitet të ndryshëm nga indet ndryshme dhe mjeku të jep të kuptoj se çfarë duhet bëj dhe ku jemi, çfarë shpërndarje ka tumori, sa i madh është, sa i vogël është. Pra kjo është një gjë e detyrueshme. Dhe shumë elementare. Elementare dhe ne shkojmë, ismuri jonë shkon e blen në pazar. I them, unë i bje shkurt, ja ku e ke farmacinë më të afërt, pse shti them? Pyes laborantin që merret me ku s'kam thot. Hap dollapin për ta kontrolluar s'ka. Po drejtoria çfarë thot për këtë situatë? Nuk e di, unë s'kam shkuar në drejtori për këtë punë. Drejtoria ka sy, ball, ka vesh, ka institucione që merren me kontrollin e punëve, nuk mund të vetë unë të bëhem në drejtori, se po të shkosh në drejtori do një 2 orë të marrësh kontakt me drejtoreshën, ose me... Pra, kjo situatë, tjetër, çka ka? Sistemi i drejtimit të mjekëve, i menaxhimit, tërësisht sovjetik. Vinë mjekët në mjes, bëjnë mbledhje mëngjesi. Çfarë do të thonë bësh mbledhje mëngjesi? Mbledhje mëngjesi kemi pas bërë në kohën e Enver Hoxhës. Vinë te shefja, edhe drejtonte, ja mund këtu, dhe të pyeste si ka qenë ngrohja mbrëm, ka pas apo s'ka pas personel në orar të punës, a kanë ardhur njerëz pa radhë apo s'kan ardhur. Njerëzit duhet të shkojnë dhe direkt të vendi i tyre i punës, nuk ka pse bëjnë mbledhje mëngjesi. Ka një orar të caktuar që bëhen konsultat përkatëse, për rastet përkatëse, po jo mbledhje mëngjesi. Edhe problem tjetër që është domethënë nga më, është problemi ne kemi një brakiterapia, që i themi ne. Brakiterapia është futja e burimeve të rrezatimit në kavitetet ose tubat natyral të trupit njeriut për të rrezatuar në kontakt të ngushtë me tumorin, për t'i dhënë në kontakt të ngushtë tumorit të rrezatime të larta. Është një lloj specialiteti jonë. Ka 2 vjet që nuk funksionon. Na i ka fal një aparat shumë të thjeshtë, Agjencia Atomike, na i ka falë, se ne të gjitha të falur e kemi, por ky nuk funksionon dhe për mbi të gjitha, duke qenë një repart tepër special dhe tepër i rrezikshëm, sepse atje nesër mund të vinë dhe burimet radioaktive, kanë futur zyrat e mjekëve dhe vëjnë vizita njerëzit në një kohë që shenjat e paralajmërimit për rrezik radioaktiv janë nga kaq, në për dyer edhe në për penxhere. Me pak fjalë. Atje hyn njerëzit kështu rehat fare. Me pak fjalë, ai që vuan nga kanceri sot më mirë të kurohet jashtë, se këtu do smoret më shumë. Të kurohesh jashtë shtetit është një fjalë, goje. Sepse jashtë shtetit ka pagesa. E di po. Unë të paktën të vinim në nivelin e Maqedonisë, do ishim kushishtë si neve. Ne jemi në nivelin e vendeve afrikane. Bile të vendeve të varfër afrikane. Tani, kjo punë rregullohet. Unë për veten time nuk duhet paragjykoj. Po deri tani, nuk po shoh në i çudi. Dhe shpresoj që këta inshallah e rregullojnë këtë punë. Sepse po su rregullosh shëndetësia, nuk kemi gjë në vi fare. Mund të rregullosh energjinë, mund të rregullosh, nuk e di, edhe sistemi arsimor, po shëndetësia është shumë e kushtueshme. Në shëndetësi po spagove, dhe po nuk disiplinove punë, dhe nuk po vuret të mençurit të drejtojnë punën, atëherë ajo merr fund. Dhe njeriu po kur nuk arrin do të marrë shërbim shëndetësor të nevojshëm në momentin më tragjik të tij, ai nuk do të dojë kurrë. Në qartë. Zoti Kalo? Po ne kemi natyrën e shërbimit sëmundje infektive, të cilat janë sëmundje kryesisht akute. Ju keni ngrohje, keni ilaçe? Do të flasim çik për problemet që ka shërbimi, të cilat mund të përmirësohen, të rregullohen, sepse bëhet fjalë për një shërbim i cili ka qenë mjaft mirë i organizuar që me ndërtimin në fillim vitit 70 të strukturës spitalore, e cila u mor si model për ndërtimin e këtij spitali nga një arkitekt i famshëm e asaj kohe, Munir Çoma, që merresh vetëm me problemet e ndërtimeve spitalore, një spitali sëmundje infektive të Pragës, e cili ishte zgjidhur në aspektin epidemiologjik në mënyrë më perfekte të mundshme të kohës. Ndërhyrjet që u bën më vonë, sidomos në fillim vitet 90, duke na bashkëngjitur në shërbimin tonë, shërbimin e alergologjisë dhe traumatologjisë, ka bërë që rregullat epidemiologjike, që janë rregulla bazë në trajtimin e sëmundjeve infektive, të thyen të cënohen në mënyrën më të keqe të mundshme. Ristrukturimet janë bërë jo pak, janë shpenzuar rreth $1 milion, nga sa jam informuar, kanë hequr komplet mundësinë që mjeku të lajë duar, të zhvishet, të hyjë tek sistemi ai që quhet sistem thes ose sak,
të vizitoj smurin dalit, lej pjesë të kontaminum dhe të vishët përsëri, janë hequr të tëra, dhe dyert të cilat deri diku i kanë qenë me plastik të veshur që të mund të dezinfektoshin, janë zëvendësuar me dyert fibre që nuk mund të lahen, nuk dezinfektohen, po vetëm kalben. Pra do që këtu ka filluar një degradim në aspektin epidemiologjik që ne nuk na krijon mundësi për sigurinë e personelit kur trajton smurët, sigurinë e të smurëve që të mos të kontaminohen ose të mos kontaminohen atje. Pra, shërbimi efektiv vuan nga një problem bazë, nga mungesa e hapësirave për të trajtuar ashtu siç quhet one room, one patient. Një dhomë, një pacient. Kështu është rregulli gjithë botën, për të vetëm arsye sepse nuk mund të kryqëzohen të smurët në një dhomë, se smundjet tona e smundje kontagioze, infektive. Ne nuk kemi mundësi ta bëjmë të tillë, të rrezikojmë pacientët, por rrezikojmë të vetë. E para që shqetësimi jonë, dhe që është e mundshme sepse e kishim këtë mundësi, me ca reforma që nuk e di të asistohen nga asistenca publike në fillim vitet 90 Parisit, në vend të rregullohesh kjo gjë u prish më shumë, që duhet të ribërë, që është problem për infektivin, por ai që në na shqetëson kohët e fundit infektiv janë dhe problemet e diagnostikimit të smundjeve tona. Ne jemi repart ose shërbim që kemi diagnoze etiologjike precize. Dhe mbi bazën e tyre kemi dhe protokolle të mirë përcaktuara për mjekimin e tyre. Ka vite mbi 3 vjet që në laboratorin e mikrobiologjisë të spitalit tonë mungojnë kitet kryesore. Mbi 3 vjet? Pothuajse 3 vjet që mungojnë kitet kryesore, është vështirë të bësh diagnozat etiologjike për mungesë, jo tenderi sot, tenderi nesër, serdhi ky erdhi ai, sot vjen 2 ditë një kit, pas 2 ditësh nuk vjen, nuk bën dot, pra në pamundësi për të bërë një diagnozë të mirëfillt etiologjike, jemi detyruar shpesh këtë smur, disa herë na kanë ndihmuar Instituti i Shtetit Publik, një pjesë të madhe raste detyruar të çojmë dhe privatisht, pse mjeku do përgjigjet shpejt për të reaguar shpejt për të mjekuar drejt. Keni paguar ju? Vetë familjarët, sepse këto ekzaminime nuk kryen në spital. Pra ti ke konfirmimin që nuk kryen dhe unë jam i detruar për hir të përcaktimit të saktë diagnoze dhe mjekimit të drejtë, adekuat saj, të kryej këtë ekzaminim në mungesë të ndihmesës disa herë të Institutit të Shtetit Publik dhe ato kanë kitet në numër të kufizuar, ti bëjnë privatisht. Që është problem i madh, sepse pa diagnoze etiologjike të saktë nuk mund të përdorësh mjekimin e duhur, protokollin e duhur. E treta, ne kemi përcaktuar në fillim kur para disa vitesh problemet e protokolleve të mjekimit, gjithmonë jemi në gjendje të lëvrojmë ose të realizojmë protokollin ashtu si kundër kemi vetë hartuar. Për arsye të mungesës her pas here të barnave, mungesës her pas here të kiteve dhe ajo që është më e rëndësishme të vjushmërisë së mjekimit. Kjo vjet re jo vetëm për smundjet kronike, siç janë hepatitet, qoftë bëhet të cilat trajtohen tashmë edhe tek ne, por duke marrë dhe smundjet që trajtohen me retrovirozë ose me infeksion HIV/AIDS, kur her pas here ka rupturë të stokit medikamenteve, çka rrezikon këto smur, jo vetëm për mos vazhdim e mjekimit, por shfaqjen nga ndërprerja e mjekimit ose futja në skemë, futja dalja nga skema ndryshme e mjekimit të krijimit të rezistencës së virusit ndaj skemat të përdorimit që ne kemi, të mjekimit që ne kemi. Ne kemi pasur në fillim në 2009 kur ishte gripi i famshëm i derrit, me një fond bankës botërore rreth $400.000, u krijuar një repart emergjence e mirëfillt për këtë urgjenca, por që sot për shkak të mos mirëmbajtjes është plot lagështirë dhe ka dalë jashtë funksionit. Është kërkuar që të merremetohet, të jetë i gatshëm, sidomos me rastin e epidemisë e Ebolas në Afrikë, ta kishim si aneks, u detyruam të lirojmë mjediset të tjera për t'i patur në dispozicion të smurëve, nëse smurë të tjerë vinë, kur ky mjedis që është pothuajse i gatshëm, ose është i gatshëm, po duhet rinovuar, kanë mbetur aty edhe pse është bërë një shpenzim i kësaj natyre. Kjo është gjendja edhe në... Këto janë probleme që ekzistojnë. Problemet e menaxhimit të urgjencës, ne kemi specifikën tonë, mundohemi të bëjmë maksimumin, maj sa mundemi, por jo gjithmonë jemi të mirë furnizuar me atë që duam të kemi në kohën e durë. Unë isha rojnë 31 dhjetor në ditë në ndryshimit viteve, kisha e pak mungesa, sidomos për preparate kortikoide, preparate antipiretik, preparate antiemetike, themi pra për dviellat e për dhimbjet e stomakut, të cilat janë preparate të bazë për trajtimin e smurëve tek ne. Kishte mungesë? Kishte mungesë. Dhe kuptohet? Kudo pas ka mungesë medikamentesh? Por nuk mund ndryshoj si e proklamojnë këto situata me barna, pse qeveria me të drejtë sforcohet dhe i ka dhënë fonde shtresë. Problemi nuk është vetëm të kesh, duhet dish.
Më thuaj vetëm kaq, nëse qeveria t'jep 10%, 10% banë çka kanë bërë këto në strategjinë e prokurimit dhe të magazinimit të ilaçeve? Kush është e reja që ka thënë këto? Që po drejtojnë sot. Asgjë, merr fonde 10%, do kesh 10% më tepër. Po nuk janë mungesat tona, akoma s'kemi arrit ke 60% që asaj që duhet kemi. Çka ka bërë mos ka ndryshu? Gjëja e parë, po nuk arrin ta kuptojnë, është e gjithë mënyra se si duhet të trajtohet medikamenti që na kërkohet edhe deri kur hyn në spital. Kjo është e gabuar. Me një ligj që merr çizme ushtarësh, kapele policës nuk merr dot me një ligj prokurime dhe ilaçe. Absolutisht, duhet jetë totalisht është ndryshe fare. Por këto nuk meritojnë as me ja thënë, sepse sillen në mënyrën më të egër që ekziston. Ta përfundoj. Që quhet elementi sigurisë në punë, dikur deri në vitin 97, të qendra spitalore universitare, hynte në qendra ato që quhen objekte të rëndësisë veçantë, ka pas një sit veçantë policie që qëndronte, dhe ishin forcat e rendit që siguronin qetësinë dhe rendin e punës në spital. U hoqën, tash i kanë një polici private, ato polici janë më shumë treme sa ngrejt zëri se sa, plus që nuk janë të mirë instruktuar, të mirë pajisur, për të përballur fizikisht me njerëz të cilët krijojnë dhunë, krijojnë probleme spitale. Dhe personeli jon, në shumë raste, gjendet nën kërcënimin e individëve që vinë edhe të alkoolizuar dhe të droguar, por që vinë dhe me idenë thjesht për të trazuar, për të krijuar rrëmuj. Duke i krijuar personelit. Kur diskutuam çështjen e rojeve, u tha kjo çështje e rojesh ka ende shumë gabim. Po që është edhe unë të them të drejtën është në një mjeksi që funksionon. Nuk kam nevojë më të më në polici. Po s'kam nevojë, më kam punuar 20 sa vjet aty, s'ka funksionuar njëri as kaq. Tani raste ka patur. Më fal, më po hiç fare nuk edhe bluzat e bardha janë dhunuar nga njerëz të cilët janë lejuar ty nga roja. Janë dhunuar se të bëjnë fajtor, se nuk e dinë që ku është fare është ka fjalën që kanë ndodhur, nuk është. Ne jemi personat që jemi aty. Unë nuk them, po ajo e policë është e fundit që mund të thënë. Po bëjmë një anën shëndetësore, rregullojmë anën shëndetësore, se do të rregulloj shumë më tepër se sa dhuna me. Më duhet shkojnë publicitet se lash edhe zotin Koduzi pa folur, po para kësaj duhet t'ju lexoj një mesazh që vjen nga një profesoresh e nderuar, emrin e cilës unë nuk do ta bëj publike. Ajo thot: "Po për çfarë sistemi mjekësor po flasim, kur ne paguajmë sigurime prej 30 vjetësh dhe nuk marrim asnjë shërbim? Ku shkon kjo shumë?" pyet ajo. Thjesht në thes që ndahet midis mafiozëve, përfshir edhe ministrin e sotëm. Ata ndajnë parat me grosistët e ilaçeve, ata vendosin. Shëndetësia, thot ajo, është pengi grupeve kriminale që vën para me jetën e njerëzve të thjesht. Publicitet, kthehemi pas pak. Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë në Njerëz në Fokus, po flasim për shëndetësinë e tronditur, jo nga një po shumë histori, shumë ngjarje, shumë realitete. Jemi në fakt ora shënon 21:04 minuta dhe në faqen e Njerëz në Fokus janë të shumtë ata qytetarë që ngren pyetje, duan që çështja e tyre të diskutohet këtë mbrëmje. Me dëshirë maksimale për t'ju përgjigjur të gjithëve, uroj që të na ndiqni deri në fund edhe ndoshta i merrni përgjigjet tuaja, pasi vërtet e kam të pamundur t'ju lexoj të gjithëve, po marr shkas vetëm nga zonja Majlinda Nanaj, e cila sapo ka shkruar në këto momente, ka thënë se kam humbur nënën para 6 muajsh, ngushëllime zonja Nanaj. Ajo thotë se kam humbur thjesht për paftësi të mjekëve, pasi historia filloi nga një mos diagnostikimi sakt dhe më pas një protokoll gjysmak nga këta palo doktorësh, thotë ajo, që marrin lek dhe të shikojnë si bankomat. Ku është betimi i Hipokratit për ta? Është një tjetër çështje që ngrihet nga një tjetër zonjë që na ndjek. Ja shikoni edhe faqen e Njerëz në Fokus, është e mbushur me komente dhe pyetje që bëhen nga qytetarët. Atëherë do doja që të përshëndetesha në këto momente me zonjën Lida Shoshi, e cila është mjeke në spitalin ushtarak, është bashkuar këtë mbrëmje në emisionin tonë. Mirëmbrëma, zonja Lida, faleminderit që u bët pjesë edhe ju e emisionit Njerëz në Fokus. Vetëm pak rreth një orë më parë, nëse nuk gabohem, ju keni publikuar një status në Facebook ku nuk jeni dakord edhe ju si shumë të tjerë me testimin e bluzave të bardha. Ja ku e shikojmë në ekran statusin tuaj, për cilin do të kemi mundësi të flasim vetëm pas pak. Jo, kërkoj lejen tuaj për t'i dhënë fjalën edhe zotit
Koduzi në panel pasi u ndërprem nga publiciteti. Si specialist i shëndetësisë, cilat janë problematikat emergjente të cilat kërkojnë zgjidhje emergjente? Duke nisur nga titulli sa e shëndetësia të rënditur, unë do të thosha që në kuadrën e politikave ose të shoqëruara reforma, shëndetësia vërtet është e tronditur. Nga se në gjukimin tuaj? Pse është e tronditur? Sepse reformat e nisur disa vite më parë nga qeveritë të ndryshme shqiptare, jo nga qeveri, të mbështetura nga organizata të ndryshme mbarkombëtare si Banka Botërore, USAID etj. Me radhë, dhe qeveritë të ndryshme, ishte drejt kthimit të mjekësisë shqiptare nga një sistem semashko që ishte deri në 90-ën në një sistem normal, si ka gjithë bota, ku Ministria e Shëndetësisë është politikë bërëse, ka një institucion që bën financimin e shërbimeve, ka dhe ofrues të shërbime të pavarur, të decentralizuar që janë spitalet, edhe qendrat shëndetësore. Dhe në kuadër të këtyre reforma, në 2007-ën qendrat shëndetësore në parëshor u bën ndërmarrje ku ishin autonome, me drejtuese, me drejtor, me board, me account të veçantë, lidhin kontrata me fondin me Institutin e Sigurimit Kujdesit Shëndetësor për ofrimin e shërbimeve. Pra ishin të vetë menaxhuara, menaxhonin burimet njerëzore, burimin financiare, gjithçka me radhë. Në 2009-ën u bën spitalet një hap drejt saj, po jo përfundimisht, që është gjunah që nuk shkoi deri në fund zbatimi i ligjit spitalor që do siguronte autonominë spitalore në menaxhim, ashtu siç ishte me modeli spitalit të Durrësit, i nisur që në 2001 me projekt Bankës Botërore, që vetë menaxhohet. Pra, ishin këto hapa që duhet shkonin dhe qeveria aktuale, me që të çonte përpara gjërat e mira të bëra, dhe të rregullonte gjërat e këqija, i ka futur një marsh të fortë ndjetro dhe e ka kthyer përsëri sistemin shëndetësor pothuajse në situatën e viteve 90. Pse e them këtë? E them këtë sepse Ministria përsëri është kthyer në një institucion jo vetëm politikë bërës, po dhe menaxherial të sistemit. Ka centralizuar blerjen e ilaçeve të spitaleve. Ka centralizuar edhe sistemin parëshor në duart dhe gjë më absurde që lexova kohët e fundit para 2 ditësh ishte ministri me një urdhër të dhjetorit ka miratuar statusin e qendrave shëndetësore dhe thotë që punonësit e shëndetësisë në qendra shëndetësore punësohen nga ministri i shëndetësisë. Absurde. Absurde. Edhe para 90-s, punonësit e shëndetësisë në përrethë, profesori që është më i vjetër e di, nuk punësoheshin nga Ministria e Shëndetësisë. Po nga Këshilli i Rrethit, nga Komiteti i Përkatës, nga institucioni i Përkatës. Pra është absurde, po kthehemi përsëri në kohën në një sistem shëndetësor semashko të centralizuar, ku centralizohet gjithçka. Pra, për mua është tronditur dhe gjithë këto pasoja që thonë kolegët nderuar, janë pjesë e kësaj, sepse në fund të fundit, qofse centralizohet gjithçka dhe personeli shëndetësor poshtë nuk e ndjen veten pronar të reformës dhe gjithçka, është i demotivuar. Është i demotivuar, nuk interesohet për rritjen e cilësisë dhe gjithçka me radhë. Kur u bë reforma e parëshorit përveç autonomisë, ishte edhe matja e performancës dhe cilësisë që të punës që bën ato, me anë të indikatorëve, dhe në bazë këtyre indikatorëve jep edhe lek më shumë qendra shëndetësore dhe merren 2 herë në vit shpërblim për këtë punë. Duke centralizuar gjithçka, duke ikur autonomia qendra shëndetësore, shkërmohet edhe gjithë kjo reformë. Dhe jemi kthyer prapë përsëri 20 vjet mrapa në këtë drejtim. Mbase kupola e ministrisë sot, që asnjëri prej tyre nuk është mjek, nuk e kupton këtë. Ka 2-3 kokra që unë e njoh personalisht që janë specialistë, por nuk i pyet njëri. Nuk e kupton këtë dëm që po i bën shëndetësisë. Si pyet? Sepse kanë atë mendjen e tyre. Kujtojnë se kur si e prava kujto si janë piktorë. Tre është shumë, vëlla, një është. 2 që njoh unë. E një po them, hajde. 2-3 kokra thash se për të mos të shoh. Po mirë, dakor, nuk po bëm kishta, por them që marrin vesh në këtë punë, nuk i pyet njëri. Aty kanë njerëz as në politika, as në menaxhimi, as në drejtje. Se tishin në politika po ja bëj hallat profesor njerëzit që kanë fituar. Po aty kanë njerëz që unë më mend, po që më thoj që hamoja jemi strec, ne duhet të trajtu mirë ato të gazetetës që janë sot Ministri i Shëndetësisë. Do të trajtojnë ato më mirë. Pra, do të them që nëse ka tronditje sistemi shëndetësor është në këtë drejtim. Dhe këtë reformë, hapa mrapa në këto reformë, pra nuk është reformë, po është dereformë, çon në këto pasoja pastaj, që janë të gjitha problematikat që ngritën kolegët e nderuar, po të hapësh gjithë raportet që janë bërë për sistemin shëndetësor shqiptar, janë problematika që janë hasur në fillim viteve 90, pa filluar reformat. Mungesa e barnave, mungesa e investimeve, mungesa e ngrohjes, mungesa e sigurisë, gjithçka me radhë. Pra, është situata pasqyrë e fillimit viteve 90. Është gjunaf të hidhen por gjithçka që është bërë deri më sot. Një tjetër mesazh vjen nga një pacient
I spitalit ushtarak, zonja Shosha, pohon se jo vetëm mungon ngrohja në për reparte, po ajo nuk është e vendosur as në sallat e operacionit, është e vërtet? Unë mund të them që në fund të dhjetorit vetë kam bërë një brokën pneumoni, sepse na duhet të operonim në temperatura shumë të ulta në sallë të operacionit, për të cilën më desh të shkëputesha edhe nga puna për të kuruar veten. Pas 20 vjetësh që unë punoj në atë institucion, nuk e di, më vjen keq është pak, ndihem e trishtuar është pak, ndihem e dëshpëruar është pak, nuk është turp të them dhe më vjen të qaj për një spital i cili është një institucion shumë i rëndësishëm në nivel kombëtar i shqiptarëve dhe që duhet sot të ishte një ndër spitalet më të mira të Republikës. Por ne na zhvra kjo shpresë. Kush e ka fajin? Pse nuk është? Çfarë nuk funksionon? Kush e ka fajin? 24 vjet politik e degraduar, e cila nuk u kujdes absolutisht fare për mjekësinë, për mjekët, dhe kjo në mënyrë të drejt çon nuk kujdesin ndaj popullatës. Kush mund ta ketë fajin ndryshe? Ne jemi mjek, ne nuk mund të sigurojmë infrastrukturë, ne nuk mund të sigurojmë kushte pune, ne nuk mund të sigurojmë antibiotik, ne nuk mund të sigurojmë qetësus, apo çarçaf për spitalin. Ne duhet të sigurojmë duart tona, duhet të sigurojmë mendjen tonë, duhet të sigurojmë të pasurojmë veten tonë me një uritë e domosdoshme për të trajtuar pacientët, të cilët vinë me problematika nga më të jashtëzakonshmet, nga më të paparat. Unë në eksperiencën time kam parë njerëz të cilët nuk i kam parë kur në trajnimet e mia. Më është dashur të zgjidh njerëz që nuk i kam parë në asnjë traktat. Dhe si i kam zgjidhur? I kam zgjidhur sepse kam investuar për veten time. Kam ngritur çanta në kuriz, kam lënë fëmijët me komshinjt, kam lënë fëmijët nënës, motrës të më mbante dhe kam marrë rrugët e botës për më shumë eksperiencë, për më shumë dije. Ndryshe, nga mjeku s'mund të kërkohet më shumë. Zonja Shosha, të paktën çdo ministër që ka qenë krye të shëndetësisë ka folur fort, ka lobuar fort, e ka bërë publike po aq fort në media reformën e tij. A keni ndjer pak nga këto reforma ndër vite në Spitalin Ushtarak? Unë mund të them se në vitin 2013 kur unë drejtoja shërbimin e traumës, në periudhën më të nxehtë të Beharit, në një mbledhje të përgjithshme me shefat e shërbimeve, mua më shkërkuar të shpall mbylljen e spitalit nga disa shefa me të drejtë, sepse gjendeshë skandaloze. Ne nuk jemi për bojkotin e punës, ne jemi për vazhdimin e punës. Unë spitalin në ato kushte absolutisht nuk e mbylla, por i lash njerëzit të punonin në ato kushte të jashtëzakonshme që ishin, të tmerrshme që ishin dhe të shërbenin popullatës. Sigurisht, me ardhjen me ndryshimin e qeverisë, ne kemi shpresë dhe këtë shpresë nuk mund të vazhdoni të na e vrisni më. E keni ende këtë shpresë? Po, unë e kam shpresën. Po, unë do ta kem shpresën deri në fund, sepse në jetë kam kaluar situata nga më të ndryshme, ku e vetmja gjë që më ka mbetur ka qenë shpresa. Por kjo shpresë te mjekët po vritet, te sistemi shëndetësor po vritet. Hendeku, mjek, qeveri dhe pacient po thellohet. Dhe ne du të bëjmë gjithçka ta minimizojmë të gjë. Se ndryshe kjo nuk çon ujë as gjikundi. Ne s'kemi që të bojnë, janë ato që duhet afrohen. Ne s'kemi që të bojnë, përveç shërbimit, që t'jemi të kujdesën, punojmë me ndërgjegje. Edhe janë ato që duhet afrohen kënesh. Po ato i mungo polemika. E ke pa në Ministri e Shëndetësisë dali në debat ose në bashkëbisedim me mjekët, vetëm me moderator del. Sepse aty thot kollaj që kam si prioritet aparaturat e gjithë tjera. Varet dhe si ftohet. Urdhro? Varet dhe si ftohet. Unë nuk mendoj me të pjesë. Ju mendoni që ministri do me dalë për nuk ishko media mrapa? Po i s'deli herë më thuj vetëm me moderator del tek e tek. Që tot pasaj që kene, kishim javës që shkoj, kishim 3 skanere që s'punoshin, i 4 nuk bëte me kontrast, i vetëmin që punote, rezonanca neurokirurgjisë kishe 8 muaj që nuk punote, rastësi shefi ka rezonancë private, po kjo është rastësi, 8 muaj që s'punote, dhe ministri thotë që kanë prioritet të aparaturat moderne. Erdhën të prenten,
u regullu ca si a regullu për gjysmë si rezonanca, e kështu punohet. Po pse për që jemi në pupacë, që për në udhin i syve s'kuptojmë asë i gjo? Edhe i majnë edhe si erudit, për politika shëndetësore, për si prezentusit më mëdhej të mjekësisë shqiptare, etj. Po si ka mundësi në një pavion që një njeri që ka 6 muaj specializim të marrë gjithë operacionet, flasë për neurokirurgjin, kurse ato dy çunat që kanë 4 vjetë specializim në perëndim dhe kanë doktoratura në perëndim, futen kur i do shefi. E qartë, ju kishtë diçka përshtuar, zoti Kokoboj, ja një sekundë. Mua më shqetëson një gjë që thash dhe që parë, nuk jam nga ata që nuk dëshëroj që kjo punë të eci mirë. Dhe nuk jam nga ata që mund të them që këta e gjetën mirë dhe po e bëjnë më keq. Situata edhe para ardhje socialistëve ka qenë cop-cop. Nuk dua t'i hyj asaj epoke, sepse ka qenë me ndërmend një situatë skandaloze në të gjitha drejtimet. Këta nuk po e ndërheqin. Arsyet pse defekte menaxheriale nga ata që janë në krye. Siç u tha, këtu ka vetëm një doktor në gjithë Ministrinë e Shëndetësisë. Këtu është një armatë e tërë profesorash, doktorash shkencash, të cilët mund t'japin mend edhe në drejtimin në pjesën menaxheriale. Secili sipas specialitetit të tij. Nuk ka një mekanizëm që kur vjen puna për shërbimin e zëm infektiv, të vi një grup prej 4 senjorësh ose kollaresh të vjetra, të mlidhen, të futen në një dhomë me shtetarin dhe të si të bëjmë këtë punë. Se vetëm ne mund t'japim mend për këtë punë. Nuk mund t'japim mend një njëri që s'është mjek. Mendin ati që s'është mjek neve do ta marrim, sigurisht. Për shumë arsye, për pjesën e financave, për pjesën e ekonomisë, estetikës e shumë gjëra. Por këta akoma nuk kanë arritur të ndërpresin linkun e mafios ndërmjet shoqërive farmaceutike që operojnë në Shqipëri dhe spitale. Dhe që shtyn disa profesorë. Që ndodh? Shkoni smuri dhe blend cisplatinën, alfa, një gjë ndër më të thjeshtat sot në onkologjin në trajtimin e kancerit, dhe kur vjen fundi i jepet, do më thënë, sponsorizohet target terapia. Target terapia është një lloj mjekimi tjetër, që ka hyrë këto 10 vjeçarët e fundit, është shumë i shtrenjtë. Atë shet depo farmaceutike, sepse nga ajo merr para nga shteti. Këtë nuk arrin do të ta kapin, a nuk din. Dhe në qoftë se nuk e din, hajde na pyesni. Po në qoftë se e din dhe vazhdojnë ta mbajnë, atëherë për mua ka doza kriminaliteti këtu. S'ka emër tjetër kjo punë. Dhe së shpejti do ta humbin tavan në këtë drejtim. Si mundet që nga 2002-shi, para 2002-shit, në spitalin onkologjik janë zhdukur të gjitha kartelat klinike dhe kartelat e punktit, të ndjekjes që i bëjmë në të smurit. Pse janë? Janë zhdukur, s'ka arshiv onkologjiku. Në 2002-shin, kur u bë ajo palo rekonstruksion, u futën në Bodrum, ju hap tubi qesmes dhe u bënd brumatrice. Me qëllim të caktuar. Me hemodinamikën Me qëllim të caktuar. Po pse? Jo, është puna me qëllim të Para është caktuar. kardiologjia në pediatri, e qurë edhe hapë tubi qesmes. Edhe pa qëllim sigur të bëhet e shkrim. Jo më ta bësh... Po duhet më qipë ca gjëra me ola. Ca njerëz nuk kanë emrin dhe nuk e kanë kujtesa mjekësore e gjeneratave të tëra të mjekëve, që sot një të nderuar, që sot një pjesë nuk janë gjallë dhe një pjesë janë gjallë, po janë me moshë të thyer. Janë zhdukur të tëra. Pse? Kush i bëri ky që është sot drejtuesi onkologjikut? Që duhet i ruante si sytë e ballit. Nuk mund të ketë një mjek në një institucion qendror siç është QSUT-ja që ka mbi 10 vjet dhe të mos ketë PhD ose atë doktoraturën. Gjysmë të ke pa gjë. Pse? Ta ketë detyrim, ndryshe do ikësh nga institucion. Ja, pra do bëhet testimi. Jo, më s'është testimi, nuk e rregullon testimi. Do shikohet niveli. Po, zonja Shosha, po, më thoni? Atëre nëse unë ndaj absolutisht njëjtë mendim me kolegët e mi, por unë nuk pretendoj që për një vit, ato që se janë bërë 23 vjet, të ndreqen kaq shpejt, ne do ta vuajmë. Do ta vuajmë të gjithë këtë mënyrë menaxheriale të shëndetësisë për gjithë këto vite. Të gjithë këtë tranzicion të zgjatur, i cili kishe impakt në gjitha fushat, por në shëndetësi shumë më tepër se në fushat e tjera, sepse u investua më pak,
dhe kjo në mënyrë të vazhdueshme theu marrëdhënien mjek-pacient dhe sot me të drejtë ka pacient që janë të irrituar me mjekët, ka mjek që janë të irrituar me qeverinë, ka mjek që janë të irrituar me pacientët dhe ne kemi humbur shumë nga dinjiteti jonë si mjek, kemi humbur shumë nga emri shumë i mirë që ka pas mjeku më përpara dhe ne kemi thyer një marrëdhënie pa të cilën nuk mund të funksionojë sistemi. Sot mjeku në mënyrë dhe abuzive nga media të shkruar televizive është përbaltur me të drejtë e pa të drejtë. Është përdorur për qëllime politike, me të drejtë e pa të drejtë. Është përbaltur, është përdorur për qëllime politike. Ndërkohë që kjo ka thyer atë marrëdhënie të jashtëzakonshme që duhet të ishte mjek pacient, nuk e ke më sot. Ne popullin na shef si armiq, ndërkohë që ne në momente të caktuara jemi njerëzit që lëm shtëpinë, lëm fëmijët, natën dhe ditën, gjendemi aty për të tjerët. A gjini ju se më falë se për ju dërpres që shtresa e mjekve nuk është ke shtresa e njerëzve që jetojnë më gjatë? Po pa tjetër. Unë mund të them vetëm kaq, në një nga trajnimet e fundit që kam qenë në Britani, kolegu me të cilin unë punoja, kirurgu, thoshte, sipas studimit në Angli, mjekët kirurgët, e kishe për kirurgët, pasi dalin në pension, jetësia mesatare atyre është 6 muaj në një vit. Në me thënë, ata nuk e gëzojnë dot pensionin, vdesin. Kryesisht nga dëmtimet kardiake. Kështu që nuk është e lehtë të mbash stresin e shumë njerëzve. Edhe është stresi një jetë të tërë. Të mos harrojmë që kemi stres edhe problematika edhe në familje, ne jemi familjarë, se jemi vetëm në shërbim të popullit. Kemi fëmijë, kemi edhe njerëz të tjerë. Duhet të jesh mjek që ta kuptosh apo jo? A mund të bëj pyetje me qenë se the që kam shpresë përveç qëllimit mirë të kryeministit për bëj një... Se ju nuk keni, zoti Vargu, s'keni shpresë ju? Urdhëroj, unë absolutisht jo. Me këto që po tentojnë, jo. Përveç kryeministit që ka qëllim mirë, e ka deklaruar dhe po e mban, me këtë staf drejtues që merren e kanë ke koncesionet, merren e kanë ke receta elektronike, kur ne s'kemi kateter, e mos them që s'kemi, më kupton? Kjo është totalisht një falsitet që mundohet t'i jepet. Dhe unë abidem se si televizionet nuk, që për të pasqyrosh sot realitetin mjekësi, unë jam i majtë e do vdes i majtë. Po sot në televizionet që të pareqesësh, do t'jetë pa t'jetë televizioni opozitës. Po jo. Sepse, po kështu të thë. Po jo, nuk është shumë, se jam dakord fare me këtë gjë. Më gjë hapësirë, jo për me këtë gjuflas, gjë hapësirë këtë televizionet e tjera. Të gjithë t'i mbyllin hapësirët. Sot duke ditë që isha ke ju, një televizion tjetë në thriti. Sepse ishe që isha ke ju dhe më thriti televizioni që mos vija këtu ke ju. Se mos tim se këti diskutimi nuk intereson kjo. Nuk intereson kjo. është rrajtja te. Njerëzit kanalet tjera. Doktoresa tha diçka që neve do t'a vuajmë. Neve do t'vuajmë. Ani unë kam që kur kam qenë adoleshente që dëgjoj këtë. Ne do t'a vuajmë gjithmonë këtë sistem. Po kur nuk do t'a vuajmë? Kur do vit dita që mos t'a vuajmë? Ore, më thuj këtë, qofse ka kaq përmirësim. Ose nuk di. Kuj ka vën pikat një, me 1.1. Meri të 5 shtyllat që thot ai. Ai s'ka kurajo me ul barnat, me ul barnat thot do ul TVSH-n. Po TVSH të skuqet ftyra përpara qeverisë dhe popullit, sepse këto janë lekë që po i merr qyl, ti prej sponsorizime profesorëve dhe doktorëve. Po pse do ulësh TVSH për me ul çmimet? TVSH leja që të jetë incentiv për buqit. Po jo të ulesh TVSH për me ul barnat. Uli ato 11% që janë sponsorizime, 4 në Shqipëri dhe 7 ke fabrikat që prodhohen. Po e vetë me mënyrë është me masa në qeveria. Legën 11% që të atë ilaçeve që tjetë për prodhimet bujësore për fshatarin, edhe ti uli ato që ikin me familje i shtetit për me bo pushime, me lekë të ilaçeve. Po s'ke kurajo. Mirë, shojmë çfarë deklaroi Ministri Beqaj sa i përket testimit të mjekëve dhe infermierëve, një proces që nis në shkurt të këtij viti. E ndjekim dhe rikthehemi në diskutim për këtë çështje. Po përfundojmë procesin e trajnimit të 1.400 mjekëve dhe 5.600 infermierëve për programin e kontrollit bazë. Dhe aty kemi zbuluar që ka boshllëqe edhe më bazike në njëri. Prandaj na duhet një fotografim i situatës që është sot. Edhe për mjekët, edhe për infermierët. Me infermierët do e fillojmë nga QSUT-ja. Dhe pastaj do zbresim në spitale dhe në parsor. Me mjekët do ta fillojmë nga qendra shëndetësore, nga mjekët bazë derisa të vim drejt piramides. Do të testojmë fillimisht njohurit bazë. Por jo vetëm pjesën profesionale.
është shumë e rëndësishme edhe pjesa e komunikimit, edhe pjesa e etikës. Kur kam mbledhuar Ministrinë e Shëndetësisë, për herë të parë ne kemi futur në Shqipëri sistemin e krediteve. Pra që i përkthyer ndryshe është edukim në vazhdim. Që do të thotë një detyrim mjekëve të cilët të vazhdojnë të mbahen në korrent me dijen mjekësore, me leximin mjekësor, me aktivitetet mjekësore shkencore në mënyrë që të jenë gjithmonë të freskët. Është vendosur për herë të parë në historinë e mjekësisë shqiptare në vitin 2010. Ka qenë një sipërmarrje nga më të vështirat dhe nga më kurajozët, mund të thuhet me gojën plot, e cila futi të tërë mjekët në sistem. Dhe në sistem janë që të gjithë. Në këtë moment e vetmja gjë që unë do të komentoja dhe nuk do të bija dakord me Ministrinë e Shëndetësisë, është që mjekët duhet të plotësojnë kreditet. Dhe kur nuk i kreditet, nuk i plotësojnë, duhet pezullohen. Deri këtu problemi është korrekt sepse kështu ka qenë konceptuar shërbimet dhe nuk ka një gjë të re në këtë çështje. Por që mjekët të rijapin provimin e shtetit, sigurisht ata që kanë propozuar nuk besoj që nuk kanë qenë shumë të informuar si funksionon sistemi, sepse mjekët provimin e shtetit në mënyrën e tyre apo njërin tjetër e kanë një detyrim të dhënë, ashtu sikur se kanë marrë diplomën e mjekësisë. Detyrimi për një gjë të munguar është të plotësosh mungesën. Akoma më thjesht, në qoftë se një mjek nuk ka plotësuar kreditet, ka detyrimin t'i plotësojë. E për sa kohë që nuk i ka plotësuar, do vazhdoj të qëndrojë jashtë sistemit. Por t'i themi të rijapi një provim tashmë të dhënë, është si t'i themi i ke bëj mjekësinë dhe herë nga e para dhe merr diplomën nga e para. Këtë mendim kishte zoti Petrit Vasili për këtë çështje, ish ministri i Shëndetësisë, por çfarë mendojnë bluzat e bardha? Përgjigjen pas pak, një hapësirë tjetër publicitare. Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejt për drejt. Në fakt, ky ishte momenti kur ky emision sonte duhet ishte mbyllur, por ne do ta zgjasim edhe për pak minuta këtë mbrëmje emisionin për shkak të kërkesave të jashtëzakonshme që kemi në redaksin ton të lajmeve, në faqen e emisionit Njerëz në Fokus, në faqen time të Facebookut, në mesazhet personale, janë të shumtë ata njerëz që kërkojnë të marrin përgjigje ndaj pyetjeve që shtrojnë, por edhe të dëgjojnë bluzat e bardha për herë të parë, zëri i tyre po dëgjohet publikisht për herë të parë, të gjithë së bashku ata po flasin për atë që ndodh në shëndetësi. Jemi te çështja e testimit të mjekëve. Kjo çështje ka ngjallur shumë reagime. Besoj në Facebook apo edhe në Twitter keni parë reagimet e shumë bluzave të bardha se ky lloj testimi nuk duhet të kryhet. Çfarë mendojnë realisht ata? Le t'i dëgjojmë zërin e tyre sonte. Po e nis me profesorin e nderuar zotin Kalo, i cili një ditë më parë shkroi gjithashtu në Facebook për këtë çështje. Edhe në gazetën tuaj. Edhe në gazetën tonë. Pse jeni kundër këtij testimi? Para se të nis arsye pse jam kundër, do doja të përmend një citat bukur, një thënie të bukur të Theofan Stilian Nolit, i cili shprehet se duhet vënë poshtë interesat, grindjet dhe egoizmat e veçanta dhe përmbi gërmallet e këtyre gjarprinjve, ngrini statuin e hishme të interesit përgjithshëm, të interesit kombit. Pra, ne nuk jemi ngritur për interesa personale, si individ, për këtë të pseudo testim të mjekëve, por jemi ngritur për interesat e ruajtjes së dinjitetit tonë si mjek dhe interesit të kombit për të pasur gjithmonë në shërbim të tij mjek të devotshëm. Shërbimi i mjekësisë, stomatologjisë, farmacisë quhen profesione të rregulluara dhe para se të ushtrosh të profesion, do të kalosh testimi që profesion që quhet provimi i shtetit, do të licencohesh dhe pastaj do të ushtrosh të profesion. Pra janë 3 borde që merren me testimin ose filtrimin tënd për të parë nëse je i përgatitur për të ushtruar profesionin tënd. Këte kanë kaluar të gjithë. Ato që sot ushtrojnë profesionin e mjekut, stomatologut, nëse janë licencuar dhe nuk janë në fazën e formimit të tyre si mjek. Pse duhen testuar këto njerëz? Nëse duhen testuar, duhet rregulluar sistemi në mënyrë të tillë që këta njerëz që janë të testuar të mos quhen më të përgatitur, t'i kthejnë në fakultet. Po nëse do të kthehemi në fakultet, kush do t'i kthej? Kush do t'i formojë këto njerëz? Këto që japin urdhre, që nuk kanë asnjë formim mjekësor, nuk kanë asnjë përgatitje teorike mjekësore, pra është diçka që çalon shumë, që në momentin e konceptimit. Ajo që është më rëndësishme, nëse ti do të testosh një individ, individi gjithmonë para se testohet duhet paraprihet
nga një formim i tillë i cili përfshin edukimin në nivelin e fakultetit, nivelin pas universitar dhe ati që quhet edukim në vazhdim. Tek ne këto procedura, këto procese ecin. Dhe janë të vazhdueshme dhe pikrisht u theksua me të madhe që duhet të mbushen kreditet deri në fund të marsit të 2015-s, në mënyrë që njerëzit, pra personeli i lartë, të mund të vazhdoj të ushtrojë profesionin e tij. Dhe kjo halk është e mirë plotësuar. Më falni, vetëm një ndërhyrje. Sa vite keni ju mjek, zoti Kalo? Unë kam filluar punën si mjek stazhier në 30 qershor 1981, në atë kohë në spitalin 4, që quhet Spitali Sëmundje Infektive, para se të. E dyta, jam diplomuar në 30 qershor 1982, me mesatare 10 me medalje të artë. Kam në xhepin tim një diplom specialisti shqiptar, një diplom specialisti francez dhe një diplom të ekuivalentimit të njohurieve time mjekësore në Kanada. Nuk besoj që këto bordet cilët më kanë testuar të kenë njohuri të mangëta dhe të më detyrojnë mua të rikthehem stazhit atit të startit të specializimit ose të rifreskimit të njohurive dhe të testojmë nga individ që jam i sigurt nuk kanë as minimum në njohurive mjekësore. Nuk po flas aftësive menaxhuese, unë nuk jam menaxhues. Unë jam klinicist dhe përgjihem për fjalën që them sepse marr në dorë jetën e njeriu dhe dua të në mënyrën më perfekte të mundshme ta shpëtoj dhe t'i krijoj shanset të jetoj sa më gjatë. Problemi që mua më shqetëson, që shqetëson dhe të gjithë kolegët e tjerë, është fakti që nëse ka pasur probleme të dyshimit, të malpraktisjes, ose të keq praktikimit të profesionit, ka dy organizme që merren në këtë punë. Është urdhri i mjekëve, i cili gjykon nëse ka pas keq praktikim të profesionit nga mjeku, por dhe nëse ka shkelje ligjore, ka organe ligjzbatuesi që merren në këtë punë. Nuk është testimi që zgjidh nëse ke praktikuar si duhet ose jo profesionin. Dhe këto janë raste kaq të rralla, individuale, dhe nuk janë raste të përgjithshme për të përbaltur dhe një herë punën kolosale që bëjnë mjekët, punën kolosale për formimin e tyre të përditshëm, punën kolosale për të marrë në ndihmë njerëzve, punën kolosale për të plotësuar dhe mangësitë që u ofron që ka sistemi në cilin ato punojnë, si që bluza e tyre të mbetet e bardhë. Jo të përbaltet, ka 23 vjet për të nxjerrur problemet që e mirë menaxhimit të jetës ekonomike, politike, sociale, çfarëdo qoftë të vendit, si valvula më e lehtë për të atakuar ka qenë mjekësia, mjekët. Mjekët kanë qenë profesioni që u bën gogol, kur këto mjekë kanë sakrifikuar 97-ën pa asnjë ruajtje të spitalit, unë kam qenë atë natë rojë në spital, kur larguan dhe forcat e rendit, kërciste kallashin në bord spitalit 24 orë dhe nuk në ndolli as diçka kismurit. Kemi nejt një javë rrje spital. E di shto thot rish një javë në spital, ngrën pa ngrën, po nuk në dëmtua një smur, shpotua me qindra jetë njerëzish. I harruan këto? Është rreziku jeta. E harruan këte? Ose të harrojnë të mos harrojnë profesionin. Ne kemi kaluar si shërbim infektiv, kemi përballuar epidemi madhore, të cilat nga mos menaxhimi turprojnë kombe. Siç ishte epidemia e kolerës në 94-ën, epidemia e poliomielitit në 96-ën dhe më pas epidemia e gripit derit në 2009-ën dhe efet hemoragjike që i paraprin këtyre, që janë të rrezikshme për individin i cili kujdeset, pra për mjekun, personelin lart dhe tulët, por që nëse nuk mirë menaxhohen, na turprojnë si kom, si shëndetësi, si sistem për cilësinë e shërbimit. Ne kemi pasur në epideminë e kolerës mortalitetin më të ulur në botë, me 2.5%, rekord, edhe pse nuk kishim asnjë eksperiencë, por kishim eksperiencën e trajtimit të diarreve, koreriforme, të ngjashme me te. Unë fatmirësisht në atë kohë kisha punuar në Francë dhe në Afrikë dhe dija të merresh me këto, po kolegët e mi isha era parë që përplasesh. Megjithatë kemi bërë një punë kolosale, kemi ndetë me ditë të rënë në spital dhe kemi pasur një vdekshmëri minimale. Minimale, nuk kemi pritur OBSH-n të vinte të na furnizonte, kur kanë ardhur pajisje ndihmat e para të OBSH-s për kolerën, kolera kishte një muaj që s'kishte një rast në Shqipëri. Të vetmën mundësi që kemi trajtuar 234 pacientë në spital, kanë qenë mjekët e botës, i kishin një antenë në Sarajevo dhe unë kanë qenë përfaqësuesi tyre këtu. Për 12 orë kanë ardhur, pajisje serum me dezinfektantë të gjitha nga Sarajevo në Tiranë. Kemi mjekuar smur, kanë shpëtuar, nuk tha njëri faleminderit. Përkundrazi më thritë ministri dhe më thonë për përhapje paniku, skema agitacion propagandë, neni 55, do dënojshtë, se
përhap panik në popullat me qënë se ke thënë ka kolegë. Ja kjo është mentaliteti menaxherëve tanë. Kanë mbetur ora 300 vjetë mrapa. Tjetër gjë që kanë problem, këto janë shqetësimi që kemi ngritë me kolegë dhe unë jemi detyruar të ngrej. Mjekët e huaj. Mjekët e huaj që vinë në Shqipëri. Kushti i parë për gjështruar profesion e mjeku në çdo vend botës është gjuha. Do shkosh në Francë, do japësh provim në shtetin frëngjisht që të ushtrosh profesionin. Do shkosh në Kanada, do të japësh provim në shtetit. Ose TOEFL-in çdo 2 vjet, ose do japësh provim në provincës që e ke të përjetshme, s'ke nevojë ta japësh çdo ditë. Ktu kush nuk hyn e nuk del, nuk e di se flasin mirë turqishën, kinesën, anglishtën, gjermanishën, gjuhën e vendit tyre, por shqip nuk din asnjë fjalë. Kush i jep të drejtën këtyre individëve të ushtrojnë profesionin tek ne, pa ditur bazën e komunikimit me pacientin që është gjuha? Kush i teston këto njerëz? Kush i verifikon dokumentat e tyre të këtyre mjekëve vizitorë që vinë e dalin, vinë shtunën, operojnë, të dielën, hikin dhe nuk marrin asnjë përgjegjësi se ç'do me pacientët e tyre. Pra, ka të me çfarë merret ministria, mos merret me ne, të merret me gabimet, hallkat që nuk funksionojnë. Tjetër gjë, ajo që është rëndësishme për që unë e kam theksu dhe njerësh politizimit e skajshme eksiste edhe në artikullin tim. Për çdo në fazë të ndryshime politike që ndodhin. Siç ndodhen në 92-shin, në 93-shin, në 95-shin, në 97-shin, gjithmonë ka transformime ose thellime, ndryshime rrënjësore në stafet drejtuese, ose në stafet që punojnë në spitalet, jo vetëm universitare për rajonale, dhe njerëzit nuk po arrin do të stabilizojnë strukturat mirëfillte të mira, që të mund të përditen, të përplasin me të përditshmën e tyre mjekësi. Gjithë fushat në cilat u shkel deontologjia kanë qenë 3 fusha. Ose mirë menaxhimi, arsimi, drejtësia, mjekësia. Më e perceptueshme nga popullata dhe më e ndjeshme mbetet gjithmonë shëndetësia. Dhe të tentosh të mos se stabilizosh strukturat e shëndetësisë të çdo niveli, si të ofrimit ndihmës parë, si të niveleve të infermieristikës, të mjekut, nivelit dytësor, terciar, ato spitale rajonale, edhe spitalit terciar që është tek ne, me struktura ose me individ të mirë formuar, kjo është një gabim, është për mua është dhe krim. E qartë. Se jemi... E fundit që duhet të theksoj, është fakti si, nuk e kam shkruar të kot, dhe kush do t'i testoj ta stafet politik bërse dhe vendimarrëse të mjekësisë. Ato që nxjerrin, ne i thonë nga zona ma mësime, në Elbasan, ynyret kësaj natyre. Pra kush të ka testuar ty që do më testosh mua? Kush ta ka dhënë ty tagrin që ti je Zeusi dhe unë jam sklavi yt dhe do të kaloj nëpërmjet sitës tënde? Do pranoni ta bëni testimin? Unë jo. Unë si individ e deklaroj. Unë publikisht e deklaroj. Në mënyrën se si është konceptuar ky lloj testimi, unë do të dal nga salla. Do të pranoj publikisht të më testojnë ato që nuk janë mjek në sallën e një televizori ose në sallën e disi dhe të testojme kush ka një uri mjekësor më të mira, ai apo unë. Po kështu rrezikoni vendin e punës? Po, le të rrezikohet, po unë nuk rrezikoj dinjitetin tim. Me qartë, zonja Shusha, edhe ju keni bërë një reagim tuaj në Facebook, siç edhe e ndoqëm pak më parë. Në mënyrë të përmbledhur, pse ju jeni kundër këtij testimi? Sepse ne në mënyrë sistematike kemi testuar. Ne nuk kemi mjek të patestuar. Unë personalisht jam mjek me doktoraturë. Dhe qoftë fakultetin e mjekësisë që kam mbaruar me rezultate shumë të mira, qoftë masterin shkencor, qoftë doktoraturën, unë kam dalë para një komisioni profesorësh, të cilët i përshëndes dhe kanë qenë zotrinj, njerëz të nderuar, ushqe respekt, të jashtëzakonshëm dhe për ulem. Atëre, ky komision s'ka qenë i vërtet? Ky komision ka qenë i vërtet? Ata janë sot profesor dhe drejtojnë shërbime. Unë e kam bërë detyrën time. Mua shteti, pse jam unë kundër, sepse është antiligjore, nuk është e bazuar as gjikundin e ligj, ne mjanon urdhrin e mjekut shqiptar, i cili bën licencimin e mjekëve dhe heqjen e licencës së mjekëve dhe bën dhe kontrollin e dokumentacionit të mjekëve dhe e treta, me të drejt pas 24 vjetësh ti vjen të më testosh mua, kur unë në këto 24 vjet, sa kam mbaruar fakultetin, kam punuar natë e ditë, unë kam shkuar dhe jam trajnuar në Britaninë e Madhe në disa trajnime
në shumë spitalet e Evropës, kam mbrojtur punime në kongreset botërore, të nivelit botëror në panel, dhe jam certifikuar nga këto komisione, dhe unë e kam bërë pjesën time, ndërkohë që ti, si shtet në 23 vjetë, mua më ke lënë në mëshirë të fatit. Ti s'ke bërë asgjë. Unë të gjitha këto i kam bërë me shpenzimet e mia, ja kam hequr fëmijëve të mi, të ardhmes së tyre, në mënyrë që të profesionalizohem më tepër dhe të jemi aftë të zgjidh problematika nga më të ndryshmet që mua më ballafaqon profesioni im. Ju do ta bëni testimin gjithsesi, do t'i nështrojnë Të lutem, Ola, testi është antiligjor, është shumë poshtërus për mjekët, është denigrus për mjekët e mirë. Unë nuk po them në shëndetësi nuk ka mjek që nuk janë të mirë, por nuk është detyra ime të gjej se cilët kanë performansë të mirë apo jo. Bordet e spitalit shkencore të funksionojnë, të bëjmë programet e edukimin të vazhdim dhe të testojnë personelin e tyre. Pik, këtu maron. Atëherë, ti si shtet s'ke bërë asgjë deri tashti. Asnjë konferencë nuk më ke organizuar mua në 24 vjet që unë të marr pjesë, po dhe të paraqes dhe punën time, në rregull, dhe tashti vjen dhe më çekon. Pra ju nuk do t'i nënshtrojeni këtij testi? Absolutisht jo, unë nuk e shes dinjitetin tim me asnjë gjë. Nga qartë, faleminderit se jam me vërtet në limitet e kohës. Sa të shtoj diçka, po? Është në atë vendim që është marrë, ose në ministria, thuhet me përjashtim thot pedagogëve të fakultetit mjekësisë. Sepse do të jem grupin e punës që të gjithë do testohen. Gjithë do testohen, po. Pyetja që lind është kjo. Nëse ministria, drejtuesit tanë shëndetësisë kanë dyshim në lidhje me përgatitjen e personelit mjekësor, nga duart e kurtë kanë dalë këto personel, këto infermierë dhe këto mjek nuk kanë dalë nga ky staf pedagogësh? Atëherë, si mundet këto njerëz që në thonjza sot akuzohen që kanë përgatitur kuadro të aftë, të jenë përsëri ato që do testojnë aftësitë e tjetrit? Në qartë. A ka logjikë, është e palogjikshme. Në qartë. Duhet të reflektojnë, Ola, të lutem, duhet të reflektojnë. Po shkurtimisht se vërtet. Shkurtimisht po, unë i bëj thirrje Ministrit të Shëndetësisë dhe gjithë grupit të punës të reflektojë dhe të mos thellojë akoma më tepër atë ndek i cili po shtohet mjek, qeveri edhe mjek pacient. Ju lutem shumë, Kryeministrit të Shqipërisë, Ministrit të Shëndetësisë, të lutem të rishikojnë ndonjëherë vendimin dhe të diskutohet edhe me mjekët dhe të heqin dorë nga ky vendim abuziv dhe antiligjor. Në qartë. Faleminderit. Në shtu dy gjëra, nëse ka mundësi. E kishte zoti Koduzi, ja kam fjalën. Do ta merrni të gjithë fjalën, po shkurtimisht vetëm, mos e jemi në përfundim. Në dy këndvështrime, fillimisht si përmendet profesor Kalo, kjo është antiligjore, sepse profesioni mjekut dhe infermierit dhe farmacistë stomatologut është përcaktuar që me ligjin 1071/2009 profesionet e rregulluara, ku ka përcaktuar bazuar edhe mbi eksperiencët europiane, 3 hapa derisa licencohesh. Masi diplomohesh, bën provimin diplomës, bën praktikën 1 vit, bën testimin e shtetit, regjistrohesh ke urdhri përkatës, dhe në momentin që regjistrohesh ke urdhri përkatës me licencën, je profesionist i lirë. Por gjithashtu është dhe pjesë është ligji tjetër, ligji i kujdesit shëndetësor, i cili thot në nënën 33, thot që çdo profesionist i shëndetësisë, pra dhe mjeku dhe infermieri, stomatologu, gjithçka me radhë, janë detyruar që të nënshtrohen edukimit mjekësor në vazhdim, pra aftësimit të vazhdueshëm. Marrë pjesë trajnime, konferenca, si tha doktoresha kështu me radhë. Ka dhe një pikë në poshtë thot që në momentin që nuk bëhesh pjesë e këtij sistemi, pra nuk e ndjek edukimin mjekësor në vazhdim, atëherë humbet të drejtat e tua. Pra humbet në pritet kontrata, humbet licencime e kështu me radhë. Dhe në varësi të këtyre dy ligjeve, në 2009 ka dalë një urdhër Ministrit të Shëndetësisë së kohë 555 që ka miratuar dokumente rregullator që ka përcaktuar që në 2010 deri në 2014 në 5 vjeçari i parë do të merren 150 kredite dhe më tutje 250 kredite. Pra ky proces është pikërisht doktor Vasili ka qenë atkoh ministër në 2009 që ka firmosur këtë urdhër. Pra ky proces është mjaftueshëm i rregulluar. Por çfarë do të bëj ky proces për mendimin tim, këndvështrimin tim? Në radhë parë njëherë do të bëj është një presion i papar i ndaj personel mjekësor, mjek dhe infermiere. Është vazhdim i këtyre kundër reforma që janë bërë më poshtë. Pra që e ka terrorizuar personel mjekësor. E para. E dyta janë gjëra të mirëmenduara, duke filluar që nga ajo që thash pak më parë centralizimi i gjërave. Vendimi i Këshillit të Ministrave për parsorin, udhëzimi i ministrit i 534 i dhjetorit për statusin shëndetësor, ku ministri është punëdhënësi, pra emëron stafi mjekësor, mjekët dhe infermierët në qendra shëndetësore. Pra, do bëj këtë testim të ashtu quajtur, do heqi këtë dojë, do maj këtë dojë dhe do fusin punë njerëzit që dojë vetë. Ana tjetër që mendoj unë është që në mbas këtij testimi,
ministri mund të thojë këtë që... Se duhet ta përfundoj, se kam dhe 2 njerëz që duhet flasë. Dakor, 2 pika. Mund të hedhi fajin personel mjekësor, thot, reforma në shëndetësi dështoj, sepse personeli shëndetësor është i papërgatitur. Pra dhe këtë mund të thë. Dhe ana tjetër është kush do të testoj që po në park, jo vetëm menaxher, po të gjithë piramidën e shëndetësisë. Sistemi shëndetësor fillon nga ministri. Të zëvendës ministrat, ke drejtor, ke menaxherët e qendrave shëndetësore dhe të spitaleve. Kush do të testoj këto? Sepse për cilësinë e kujdesit shëndetësor ndaj pacientëve, mjeku vërtet është roli kryesor. Por nuk është vetëm ai. Fillon që nga ambienti punës, nga pajisjet që i vënë në dispozicion, nga barnat që ka dispozicion, po nuk pati barna doktori, çfarë mjekimi do t'i bëj? Po nuk pati kite laboratori, si do ta diagnostikoj? Po nuk punoj aparaturat në onkologji, si do t'i mjekoj? Po nuk pati aparatura moderne. Pra nuk është vetëm faji i mjekut në këtë rast. Por kjo është diçka e palishme dhe vetëm po terrorizon, po i depersonalizon dhe po i frikson personel mjekësor. Paktën këtë opinion unë kam nga gjithë kolegët e mi që më kanë marrë telefon që kur ka dalë kjo thënë deri më sot, më thanë të lutem ngrije këtë çështje. Më qartë. Zoti Vargu, pyetja parë, sa vite keni ju mjek dhe a do t'i nënshtroheni këtij testimi? Kam 26 vjet mjek dhe e para do të them sepse ka dhe i gjë kështu duket sikur e frikacak po them nuk testohem. Unë do të doja që të isja tek e tek me ato që do të testoj mu, për zanatin që unë bëj dhe për zanatin që ai bën, edhe të transmetohesh, edhe mundësisht edhe në media, që të testorim njëri tjetrin. Sa për djenijë, seleksionin që ka bërë ai, mu Petrit Bara më ka lutë gjithë ato herë më bë pedagog, e unë s'kam shku. Ke shkolla i fermierëve. Që është ky seleksion që bëj? Po si mund të zej bes unë në një konkurs, ke rektori që këto kanë vënë me komandim, i cili në mënyrën më të pabazuar nxjerr krijuesin e kirurgjisë pediatrike të sene jetën në pension, nxjerr krijuesin e hematologjisë babain, Pal Xhumajin në pension, një ndër kokat të mëdha të hematologjisë në pension dhe man nusën e shokut vet kardiologji pa e nxjerr pension. Ky njeri tash do na mori me kët moral do na marrin neve në kështu do organizoj konkurse kundër nesh. Kundra jush? Ju e cilësoni një konkurs kundra jush? Po është kundra nesh ajo, se kjo është me na fut presion mos flasim. Pra edhe ju nuk do t'i... Dhe krau tjetër. Pastaj ka një gjë, ka një kod pune. Shkurtimisht, Vargu, jemi në 10 fiks, duhet ta mbyllim. Në kodin e punës sot ka periudhë prove dhe konkurimi. Ky është ai emërimi. Për infermierët, çfarë konkurse do t'i bëjë infermierëve? Ka nevojë. A do të them se erdhi edhe një tjetër, kemi pas edhe një bujtës tjetër neve, si ministër shëndetësie, dhe bëte konkurs për kryeinfermierët. Do të them një pyetje për kryeinfermierët që i bën një mikeshës time? Si i thojnë i riqit italisht? Në test? Në test. Dhe nuk e, të them për përgjithësi plotë që e kam kryeinfermierët atë, dhe nuk e mori se s'dite me thënë fjallë riqolo. Ja këtë, kurse u doja me thënë edhe gjë tjetër, për infermierët për para dhe e mbyll këtu, për para se me bë presion me konkurse, këto duhet bëjnë, për këto nuk i din gjëra dhe prandaj, duhet bëjnë shkallëzimin e infermierëve. Dhe kjo bëhet nëpërmjet konkurse, dosje plus konkurs. Pra, e ke infermierët generike, pastaj në vene ka infermierët specializume dhe profesionale, kurse ka vene që ato dyja. Dhe këto shoqërohen me shtesa rroke. Pra, në këtë prizëm ka konkursi që infermiere je, se ke marru shkollën, dhe tash i pozicioni që do t'jetë qua po ashtu. Ashtu si dhe për mjekët, unë do t'a pranoja një garë për qenë asistent ajuto ose profesor, ose shef. Po jo ti rrezikosh bukën e kalamajve tjetër ti. Po që do i thushi 50 vjeçari ti që ka probleme e bia po i ndahet, do i rritë mësoj, po i ndahet na burri. Një mjek tjetër që ka probleme me drogën i biri. Shko mësot dhe të unë i zanatin. Po kjo është jo sociale që sem këto, po këto janë kanibalizëm. E qartë. E zoti Koko Bobo, ju sa vite mjek keni dhe a do t'i nështrojeni këti testimi? Këmë kohë Turqis, kom 38 vjetë mjek. 2 vjetë të nëndzjerin pension me siguri. Letë nëndzjerin. Tani unë të testimin po të më kërkojnë, do shofjerë kush do jetë paneli që do më testoj. Qofë se do shof që në panel do jetë ca gjaketa, do më thonë që s'ja vlenë jo për të testuar mua, për asë për të testu një infermiere, do i them, s'to dhe javëllo, thonë greket, edhe s'kam për ty. Por, unë mendoj që nuk është testimi ai që e ndreq çështjen e kualitetit të mjekëve dhe të infermierëve. Për mendimin tim, unë e thash dhe shparë, në asnjë spital të botës, në spitalet terciare kryesore të botës, nuk mund punosh po s'pa dhe bo PhD. Jemi dakord?
Po, ju e thatë vetë që tek onkologiku ka mjek, apo jo? Unë fola vetëm për onkologikun, dhe s'mund të flasë që ndodhë të infektivi. Dakor, aty, a thatë juve që aty ka mjek me shtata, me gjashta? Mire kaluara, sepse së mbanë përgjësi kjo qeveri, që ka bërë 5 qeveri më përpara. Por aktualisht, në qeverin që shkoj dhe në qeverin aktuale, bëhen regrutimet të njerëzve të cilët nuk kanë minimumin e dijeve, jo të vishë në onkologjik. Po pra, këtë testim do shtë ato i le jashtë? Pra, jo, ka një mënyrë, detyroje tjetërin të bëj edukimin e vazhdushëm profesional, sepse edukimin e vazhdushëm profesional vija kusht që në fund zotni të dua PhD-n, se këtë edukim të vazhdushëm nuk po e bën vetëm për atë, po mua duhet me një punim të ndin. Dhe kalu e gjithë shpitale në spital universitar, se cilë mund t'ja përksim. Një minut. Punim të bëhet në një vënd ku është bërë brumatrice esenca kartelat, me kartelat bëhen shkenca, nuk bëhet me një tjetër. Pra, bëne këtë, jepë PhD-n të bëjnë në mënyrë të detyrueshme, a i njëkohësisht do të vetë edukohet, kush nuk e plotson do i thushme në fundë, zotim falë, s'kam nevoj të stoj farja ku e këderë, fundit hikme, se po pret brezirit të brenda. E qartë. Po, një ndërhyrje të fundit dhe do të ambyllë me fundit dhe do të ambyllë për të ilustruar atë që doktor Petriti, doktori Kokopopo tha. Problemi është, ne punojmë një qendër spitalore universitare dhe është parapar në atë që quhet në job description, pra në kushtet që të plotësoj personeli, që të gjithë duhet të jenë të gjithë të nivelit universitar. Pse? Sepse studenti, mjeku, kontaktin nuk e ka vetëm me pedagogun, e ka me të gjithë stafin e mesëm dhe të lartë. Dhe stafi që duhet futë një qendër terciare, plotëson kritere që janë të nivelit universitar. Dhe qoftë pedagog e emëruar jo pedagog, ai automatikisht është mësimdhënës, se me punën praktikën e tij mëson brezat nga dita në ditë. Që është e rëndësishme, duhet i ndryshojmë statusin e ordinatorëve që punojnë dhe të pedagogëve që të jenë njëjtë. Janë të njëjtë. Dhe e fundi që doja një këshill nga Winston Churchill për këto politikë bërësit tanë, që ka një shprehje të bukur, kurajos është ai që ngrihet e flet, por kurajos është dhe ai që gjen forcën e ulet, nuk flet por dëgjon. Faleminderit që ishit me mua në këtë mbrëmje, faleminderit që pranuat të flisnit pa dorashka për publikun. Dua ta mbyll me një mesazh që ka ardhur në faqen e Njerëz në Fokus. Mirëmbrëma thot dhe urime për emisionin. Për arsye pune ju lutem mos ma bëni publik emrin dhe unë nuk do ta bëj. Kam vite që punoj thot në spitalin universitar në sanatorium, ka disa muaj që në këtë spitalin ton thot, po vinë mjek dhe infermier me urdhër nga ministria dhe po bëhen krye infermier, shefa dhe jurista, ndërkohë që në jetën e përparme disa muaj më parë kanë qenë kamarier dhe banakier. Mua personalisht më kanë bërë kafen thot, dhe vetëm kur e shoh shefin tim duke më bërë tani planin e punës. Kanë ardhur në punë ushtarët e partisë dhe po flaken profesionistët. Infermierët trajtohen si sklav, ngjisin të sëmurët në krah, me karros, me barel, deri në 4-4, sepse nuk punon ashensori. Ndërkohë thot që për ashensorin paguhet firma. Kemi marrë porosi edhe për dritat e spitalit që t'i mbajmë fikur. Kemi marrë porosi të mos ndezim ngrohëset, thot. Reparti urgjencës nuk paguhet si urgjencë, se nuk po shkojmë, se ku po shkojmë, falni, një zot e di. Faleminderit që na ndoqët këtë mbrëmje në Njerëz në Fokus. Natë e mirë.